Organizata e njohur si Organizata Kristiane ka shfaqur publikisht një video duke djegur flamurin shqiptar, shoqëruar me thirrje raciste anti-shqiptare. Videoja e publikuar paraqet dy persona të maskuar që këndojnë këngë anti-shqiptare dhe ndërkohë i vën flakën flamurit shqiptar. Ata bëjnë thirrje për bashkimin e krishterëve kundër shqiptarëve për zhdukjen e tyre. Gjatë tërë videos së publikuar vijojnë titra në gjuhën angleze për të kuptuar mesazhin e tyre. Mos provoni të diçni tembujt e shenjtë të krishterë, mos luani me jetën tuaj, jetën e fëmijëve tuaj, sepse orë musliman, ju ka ardhur fundi i fesë suaj, Zoti juaj dhe xhamisë tuaj, shkruhet në titra. Por ky nuk është i vetmi incident në Maqedoni. Një javë më parë u vranë 2 të rinj nga një polic civil maqedonas, si dhe ushtrua dhunë nga persona të masakruar në një lagje në Shkup ndaj 15 nxënësve shqiptar. 20 persona me maska dhe shufra druri dhe hekuri kanë ndaluar autobusin që po transportonte nxënësit shqiptar dhe i kanë rrahur brutalisht. Nuk kanë fushuar incidente gjatë këtyre ditëve të fundit në pjesën ndryshme të Shkupit, por edhe qytete të tjera të vendit. Policia në Shkup ka arrestuar disa persona të cilët kanë sulmuar me gur autobusin që frekuenton në këtë lagje, ndërsa gjatë këtyre ditëve janë hyrë xhamat të 3 dyqanëve të shqiptarëve në lagjen Gjeorgj II të Shkupit. Okej, mi mbrëma nderuar televizionistë, drejt për së drejti në radio televizionin Ora News, në ndiqni në radio në 96.7 MHz, në internet në cilësi maksimale me zë dhe figurë në oraviznews.com dhe në ekranin e televizionit Ora News në gjithë Shqipërinë dhe në mbar globin. Siç edhe ndoqët këtë insert për incidentet e fundit në Maqedoni, sigurisht dhe për situatën tërësi në rajon, por të fokusohemi padyshim në Maqedoni dhe rolin e Shqipërisë. Kemi dhe intervistë që kemi marrë mbrëmjen e djeshme, intervistë me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm zotin Edmond Xhinaso. Për diskutuar mbrëmjen e sotme, kam kënaqësinë të kem 2 nga ish ministrat e jashtëm të Shqipërisë, zotin Kastriot Islami. Zoti Islami, faleminderit që pranuat ftesën të jeni në studio. Dhe zotin Tritan Sheu, ish ministër i jashtëm. Zoti Sheu, faleminderit edhe ju që pranuat ftesën. Zoti Islami, do ta nis nga ju duke qenë se keni qenë, le të themi, mos gaboj nga vitet 2003-2005. Më pas zoti Sheu pra si ministër i jashtëm. Kemi një është edhe i opozitës, kështu që ne si maxhorancë jemi shumë gjeneroz për të gjë. Patjetër. Pra çfarë po ndodh në syrin dhe në optikën tuaj në Maqedoni? Janë incidente sporadike apo është ndoshta sërish? Ishte një koment sot i një analisti Maqedoni që thoshte Maqedonia është në prag të një lufte të tretë, duke llogaritur atë që pas ndarjes dhe më pas 2001 dhe tashmë lidhet edhe me këto situatën e fundit. Rajoni i Ballkanit në përgjithësi është një rajon kompleks ku bashkëtesa etnive të ndryshme është një nga kërkesat dhe një nga vlerat e këtij rajoni, i cili në kuadrin e integrimit të secilit nga vendet e rajonit Ballkanit Perëndimor ka si objektiv pra integrimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Dhe natyrisht të gjithë këto vende të futura në këtë udhë, do të thoja që konstantja është drejt plotësimit të standardeve dhe vlerave të një bashkësie siç është Bashkia Evropiane, ku realisht bëhet fjalë për bashkëtesën e kulturave të ndryshme, pra e një diversiteti, qoftë nga pikpamja etnike, qoftë nga pikpamja fetare, qoftë nga pikpamja kulturore e kështu me radhë. Kështu që unë do ta shikoja çdo lloj ngjarje që ndodh në vende të ndryshme të Ballkanit Perëndimor, ku natyrisht çështja e bashkëtesës etnive përveç rastit të Shqipërisë që nuk e ka këtë problem, është një çështje tranzitore, pra nuk është një çështje që duhet parë me kuptimin që këtu mbrapa kësaj ka një skenar caktuar dhe bëhet fjalë për një luftë të re kështu me radhë, por natyrisht duhet parë me shqetësimin që të tilla ngjarje, të tilla incidente sporadike të menaxhohen me kujdes dhe kam përshtypjen që Shqipëria është nga vendet e vetme në rajon që në këto 20 vjet, pavarësisht forcave politike që kanë qenë pushtet, dhe këtu për fatin e mirë nuk ka pasur një konkurrencë negative, ka marrë gjithmonë vlerësime pozitive. Dhe zoti Arvizu në një nga intervistat e tij të fundit ka thënë që një nga asetet dhe vlerat e mëdha të politikës shqiptare është pikërisht politika dhe roli konstruktiv në rajon dhe është një pasaportë e mirë që duhet ta ruaj me fanatizëm politika shqiptare dhe kjo është për merit të dy forcave kryesore, por jo vetëm
edhe LSI si një forcë e rëndësishme, domethënë edhe në momentet kur zoti Meta ka qenë kryeminist, nuk po përmend ministrat e jashtëm të Partisë Socialiste apo Partisë Demokratike, kanë treguar një vëmendje të veçantë për sa i përket rolit të Shqipërisë në rajon. Kështu që në këtë kontekst do të thoja që këto janë disa ngjarje që kanë ndodhur, disa incidente që duhen parë me shqetësim, duhen menaxhuar me kujdes, por nuk duhen dramatizuar, domethënë nuk duhet i dhënë një peshë më e madhe se sa që takon për të kaluar në skenare konspirative që shpeshherë në vendet ish komuniste zmadhohen më shumë se sa ç'duhet dhe hiperbolizohen më shumë se sa ç'duhet. Kështu që besoj që me atë rol që ka Shqipëria dhe besoj edhe jo vetëm nga qëndrimet që ka marrë Ministria e Jashtme dhe Shteti Shqiptar, por edhe nga kontaktet që do zhvillohen në ditët në vazhdim, do të mundohen ta qetësojnë këtë situatë që ka ndodhur edhe në raste tjera dhe me vende tjera. Për shembull, pa dashur të heq paralele, për shembull për një ndeshje futbolli që është zhvilluar midis Greqisë dhe Shqipërisë, është krijuar ideja që marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë mund të afektoheshin, mund të prekeshin nga një incident i tillë, por realisht marrëdhëniet qeveritare midis dy vendeve kanë qenë gjithmonë të shkëlqyera midis dy vendeve dhe qeveritë të dy vendeve gjithmonë janë munduar që edhe incidente që lidhen për shkak të emocioneve në një rajon pra që është kompleks ka për sa i përket qoftë etnive, qoftë feve, qoftë historisë të tij, domethënë të qetësohen dhe të futen në rrugën e normalitetit, aq më tepër që perspektiva e secilit nga këto vende është pikërisht antarësimi në Bashkimin Evropian. Zoti Sheu, është rast sporadik, mendoni ju? Edhe unë pak a shumë se kemi rrahje masive në Shkup dhe në pas incidentet dhe në Burrel dhe në Tiranë. Edhe unë pak a shumë ndaj të njëjtin mendim me kolegun tim, realisht. Këto raste, këto elementë që kanë ndodhur, këto incidente, më mirë them, që kanë ndodhur në vendin Qi në këtë periudhë, unë mendoj se duhen parë me realizëm. Nuk duhen parë as mënyrë tragjike, as për t'i agravuar, as për t'i përdorur grupe të ndryshme për kapital politik, qoftë në atë vend, qoftë dhe në vende të tjera, por as nuk duhen realisht nënvlerësuar, as nuk duhen shumëzuar me zero dhe lënë kështu pa u analizuar dhe pa u nxjerrë disa konkluzione. Mendoj se janë disa simptoma, realisht tregojnë diçka, pavarësisht se unë kam bindjen dhe jam dakord edhe me kolegët e mi të Maqedonisë, unë dëgjova të dy dhe Ali Ahmetin edhe Mendu Thaçin, Menduja padyshim është në opozit dhe mban një qëndrim çik më tjetër, por pak a shumë në linjat e përgjithshme ishin në një linjë që nuk mund të akuzohen këtu institucionet politike maqedonase, strukturat politike të shtetit maqedonas si nxitës së kësaj gjëje. Por ama nga ana tjetër, unë mendoj që këto që ndodhin duhet të jenë sinjale që duhet perceptohen nga strukturat politike maqedonase, duhet të analizohen dhe të tregojnë që kanë akoma punë për të bërë në implementimin e plot të marrëveshjes së Ohrit, kanë akoma rrugë për të bërë realisht në sheshimin e plot të këtyre fenomeneve, të cilat unë jam dakord që ndodhin dhe vendet tjera, nuk ka ndodhur vetëm në Maqedoni, ndodh shikosh, ne kemi edhe vende të tjera me shumë të konsoliduara, shumë të zhvilluara me demokraci shumë të konsoliduar, ku ka her pas here të tilla fenomene, por në një vend sidomos në zonën tonë të Ballkanit apo më mirë akoma në një vend si Maqedonia, që është një vend, një shtet ku përbëhet nga etni të ndryshme, shtet formuese, këto duhen parë më me seriozitet, duhen parë më me përgjegjësi dhe duhen nxjerrë konkluzione më të qarta për rrugën e zhvillimit në tej të këtij vendi. Këtu e kam fjalën dhe e lidh këtë gjë dhe me disa elemente të tjerë që janë vënë re, për shembull, në mosarritjen dot të një marrëveshje me Greqinë për emrin. Gjë që ka bllokuar procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Gjë që unë mendoj që është një problem që politikanët maqedonët e shohin me përgjegjësi. Dhe unë kam vënë re dhe kam konstatuar gjatë gjithë këtij debati që është bërë për këtë çështje se politika shqiptare në Maqedoni ka qenë shumë realiste. Edhe atje e ndarë, nuk është se ka unitet. Por kuriozisht pjesa dërmuese e politikës shqiptare, Ali Ahmeti. Është në qeveri, normalisht. Padyshim, jo ka qenë realist dhe nuk duan, nuk janë dakord që sakrifikohet integrimi për hidhje simboleve.
Pra, për gjetur një kompromis në këtë çështje, ndërsa ka një pjesë tjetër të politikës, që ka qenë më rigide dhe nuk arritur të gjejë kompromisin. Pra janë disa elementë që mendoj që tashmë duhet të përpunohen, duhet të zhvillohen më tepër në atë vend, në mënyrë që këto që ndodhen të mos përsëriten, këto që ndodhen të mos kenë pasoja dhe të hapet rruga e integrimit europian dhe NATO të Maqedonisë. Shqipëria është interesuar për një vend të fqinj stabil, për një vend fqinj të integruar, për një vend fqinj pa probleme, dhe realisht ne kemi lozur të gjithë rolin ton potencial gjatë gjithë tyre viteve, që nga viti 92 dhe deri më sot, në mënyrë konstante për një stabilitet në gjithë rajonin. Ka bërë gjëra konkrete për shqiptarët e Maqedonisë Tirana? Mendoj se kur ka një problem atje, sytë janë gjithë në Tiranë. Mendoj se Tirana ka bërë gjëra mjaft konkrete. Para njerë, unë nuk jam dakord me konceptin që sytë janë gjithë Tiranë. Maqedonia është tjetër. Kosova sot është nuk duhet kështu. Tirana nuk ka pse të mbaj, nuk mund mbaj qëndrime paternaliste. Ai është një shtet, ka politikën e saj, ka partitë e saj, ka qeverinë e saj, ka parlamentin e saj. Pra, është një shtet i cili ka të gjitha përgjegjësitë e një shteti. Është një shtet bile që është dhe kandidat ka statusin kandidatit në Bashkimin Evropian. Madje sot Parlamenti Evropian kishte votuar. Pra, Tirana u mendoj. Tirana ka dhënë një influencë shumë të madhe pozitive për stabilitetin në rajon dhe për imazhin e shqiptarëve kudo që janë, me politikën e saj të qartë, realiste, me politikën e saj që ka demonstruar vetëm paqe dhe stabilitet. Dhe në momentet më të vështira, nuk është Tirana ka qenë diferente në momentet të vështira të Maqedonisë. Përkundazi, ka influencuar pozitivisht për uljen e tensioneve. Mos harrojmë diçka se fakti që faktorët shqiptar në kohën e luftës së Maqedonisë, Ali Ahmeti, ka qenë një nga faktorët kryesor që bëri që Maqedonia të vazhdojë të ekzistojë dhe ishte faktor kryesor për stabilitetin e Maqedonisë. Padyshim, unë këtë e konsideroj të lidhur edhe me Tiranën, edhe me Shqipërinë dhe marrëdhëniet tona. Pra, Tirana gjithmonë ka luajtur një rol pozitiv në këtë drejtim. Tirana ka luajtur një rol mjaft pozitiv, realist, konkret, një rol i cili kërkon të vendosi kudo pikërisht stabilitet, demokraci dhe integrim, sepse kjo është interesin e rajonit, po është interesin tonë, si Shqipëri. Edhe si shqiptar kudo që jemi. Nëse ne si shqiptar në këto periudhë, në këto vite, shumë të shkurtra, kemi arritur suksese historike të paimagjinueshme për ne. Kemi arritur pavarësinë e Kosovës. Kemi arritur Shqipërinë në NATO. Kemi arritur në Maqedoni që shqiptarët janë pjesë shtetformuese e Maqedonisë dhe kaluan marrëveshjen e Ohrit dhe Maqedonia është bërë një shtet demokratik. Ku respektohen të drejtat e gjithëve. Pra, unë mendoj se kjo është edhe për hir të një politike shumë racionale, shumë largpamse të Shqipërisë. Të Shqipërisë dhe Tiranës, ose flasim shumë. Dëshoja diçka ndoshta në këtë aspekt. Domethënë, Shqipëria menjëherë mbas procesit të zbërthimit të Jugosllavisë dhe krijimit të shteteve të pavarura, ku në disa prej tyre faktori shqiptar ka një rol të rëndësishëm. Kemi parasysh Maqedoninë, kemi parasysh Malezi, kemi parasysh Kosovën, po kemi edhe pjesë shqiptarëve edhe në Serbi. Shqipëria në radh parë ka luajtur, si thosh, ka mbajtur një qëndrim dhe ka pasur një vizion të qartë për të bërë pjesë e faktorit të rëndësishëm ndërkombëtar. Pra ka bashkëpunuar me faktorin e rëndësishëm ndërkombëtar, këtu kanë parasysh Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, në mënyrë që qëndrimet e Shqipërisë të përputhen në mënyrë sa më të plot me qëndrimet e tyre, sepse duhet kuptojmë që zbërthimi i Jugosllavisë, krijimi i shtetit pavarur, procesi i integrimit BE dhe NATO nuk është një çështje që i përket vetëm Shqipërisë dhe shqiptarëve, domethënë është një proces që i përket pikërisht edhe Shtetet Bashkuara që ka një rol të veçantë në NATO dhe gjithë anëtarëve të Bashkimit Evropian që janë dhe në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Pra, edhe në këtë kontekst Shqipëria ka luajtur një rol me të vërtetë mjaft pozitiv që është vlerësuar jo vetëm nga ne shqiptarë, por nga ndërkombëtar. E dyta, Shqipëria është munduar me secilin nga këto shtete të ketë marrëdhënie shumë të mira. Krijimi i marrëdhënieve shumë të mira lejon që ti të krijosh marrëdhënie miqësore dhe kur ti ke marrëdhënie miqësore të thuash edhe ato gjëra që ti ke të përbashkëta edhe gjërat që ti ke kontradikta. Pra Shqipëria është munduar të përmirësojë shumë
marrëdhëniet me Maqedoninë dhe do të thoja që janë marrëdhënie mjaft të mira me Maqedoninë. Është munduar të ketë marrëdhënie shumë të mira me Malinezi. Është munduar dhe deri me Serbinë të krijojë marrëdhënie të mira pavarësisht mosmarrëveshjeve dhe qëndrimeve të ndryshme që ka për sa i përket çështjes së Kosovës. Dhe kjo, duke krijuar marrëdhënie shumë të mira, ndihmon faktorin shqiptar. E treta, me faktorin shqiptar është munduar të zhvilloj komponenten racionale. Pra, të heqi pjesën emocionale, sepse vetëm duke punuar në mënyrë racionale, realizon komponenten e parë është në linjë dhe në rezonancë me faktorin ndërkombëtar, arrin t'i thot partnerit shtetformues që është në Maqedoni, për shembull pjesës jo shqiptare, po kështu në Malezi, po kështu në vendet e tjera, t'i thot që duhet punuar në këtë drejtim. Dhe unë do të thoja që shqiptarët në këtë 20 vjeçar, shqiptarët kudo që janë, duhet të ndjehen fitimtar, duhet të ndjehen krenar që kanë arritur megjithëse në shtete ndryshme të bëhen pjesë e proceseve të integrimit në NATO dhe në BE. Pra, është një sukses shumë i madh, më thënë, gjithë kjo që ka ndodhur në këto 20 vjet. Pyetja që shtrohet, a mund të bëj pak më mirë dhe me një shpejtësi tjetër? Gjithmonë kjo pyetje shtrohet dhe gjithmonë këtu ka hapësirë për ta bërë. Mund të ishte shumë keq. Mund të ishte shumë keq. E thash pra, komponentja kryesore është që në këto 20 vjet duhet të jemi krenar dhe duhet të jemi me të vërtet historia, domethënë duhet ta konsideroj këtë pjesë, këtë moment shumë të rëndësishëm dhe të suksesshëm për faktorin shqiptar. Natyrisht brenda këtij konteksti, pra brenda kësaj komponente të një progresi pozitiv, mund të problemi që mund të ishte pak më e mirë cilësia apo pak më e madhe shpejtësia. Këto janë çështje që janë të diskutueshme dhe janë normale për një faktor, siç është faktori shqiptar që progreson. Kështu që unë do të thoja që roli i Shqipërisë ka qenë një rol i vlerësueshëm, një rol në rezonancë me faktorin ndërkombëtar, një rol i rëndësishëm në rajon, një rol i rëndësishëm në marrëdhëniet me faktorin shqiptar në të gjitha vendet ku faktori shqiptar ka një peshë të konsiderueshme dhe është futur në një proces dhe formula që themi në mënyrë dhe figurative, që të gjithë shqiptarët kanë një fat madh që do të takohen me njëri tjetrin në Bruksel, qofsi për sa i përket zyrave të NATO-s, qofsi sa i përket zyrave të Bashkimit Evropian. Është bërë mjaftueshëm le të themi për shqiptarët e Maqedonisë pas marrëveshjes së Ohrit, zoti Islami? Tani, pyetja tjetër është, kjo është e vërtetë, domethënë dhe edhe këto ditë po mendoja. Ti marrim gjithë vendet të cilët janë në një proces tranzicioni demokratik dhe proces integrimi në NATO dhe në BE. Dhe bëhet fjalë për të realizuar disa detyra ose detyrime. Shqipëria për shkak ka 12 prioritete tani për të marrë statusin e vendi kandidat. Maqedonia e ka kaluar marrjen e statusit duke ka disa detyra të tjera për të realizuar. Malezi sapo e ka fituar këtë status e ka detyra të tjera. Dhe në këtë tranzicion, secili nga vendet ka kontraksionet e veta. Shqipëria për shembull po vonohet së koti, ka 2 vjet që vonohet së koti për të mos marrë statusin. Dhe kjo për shkak të një lufte politike, do të thënë që është e pakuptueshme edhe nga Brukseli. Pikërisht këtë lloj kontraksioni e ka edhe Malezi, këtë kontraksion me natyrë tjetër e ka Maqedonia, këtë kontraksion e ka Serbia, këtë kontraksion do të fillojë ta ketë dhe Kosova. Dhe këtë lloj kontraksioni që vjen për shkak të realizimit të detyrimeve në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian, në Maqedoni merr ngjyrët etnike, në një vend tjetër merr ngjyrën fetare, në një vend tjetër merr ngjyrë fetaro-etnike, kështu me radhë. Dhe krijohet ideja sikur kjo çështje është një çështje midis etnive. Dhe natyrisht, etnitet ndryshme, siç ndodh në Shqipëri, forcat e ndryshme politike kërkojnë që në këtë proces integrimi të japin prioritet më shumë jo integrimit, po të japin prioritet të ballancave që lidhen me interesat politike dhe shpeshherë kjo përkthehet dhe në friksion, pra në fërkime të karakterit etnik. Por në thelb këto janë çështje të tranzicionit që duhen menaxhuar me kujdes, që të mos dalin përtej kontraksioneve apo fërkimeve që janë për shkak të tranzicionit, pra mos të kthehen në konflikte etnike apo në konflikte fetare, sepse pastaj domethënë këto marrin një dimension tjetër dhe e vështirësojnë procesin e integrimit. Dhe këtu është dhe roli shumë i madh i Shqipërisë, jo vetëm me faktorin shqiptar, por shumë në rastin me faktorin Maqedonas ose në Maltezi me faktorin malazez, apo qoftë në Serbi me faktorin serb për sa i përket çështjes Presevës, në mënyrë që kontraksionet që vijnë për shkak të integrimit dhe luftës që kanë forcat e ndryshme politike për të fituar terren, mos të marrin ngjyrime fetare,
etnike, pra mos marrin ngjyrë më shumë se sa është ajo e lojës politike, që në Ballkan, me të vërtetën, nuk luhet sipas disa prioritete. Për mendimin tim, dhe unë edhe gjatë kësaj kohe jam munduar duke bërë dhe një sakrificë personale, do thoya në kuptimin e asaj që ka ndodhur në Partinë Socialiste, nëse të gjithë vendet në Ballkanin Perëndimor do të vendosin prioritet integrimin NATO, integrimin BE dhe e treta do të ishte lufta politike për pushtet, edhe këto çështjet etnike, edhe çështjet e konflikteve të tjera nuk do kishin edhe këto lloj incidentesh që ndodhin në këto vende. Unë do t'i klasifikoja brenda pikërisht kontraksionet që bëjnë për shkak të realizimit të detyrimeve dhe progresit që duhet bërë në kuadër të integrimit në Bashkimin. Dritani me të drejtë shtroi për shembull që Maqedonia përveç një faktori të brendshëm që duhet të realizojë detyrat e integrimit, ka dhe një problem domethënë për sa i përket emrit. Është një tension, një sër faktorësh. Është një tension dhe një kontraksion që e pengon Maqedoninë të eci me atë shpejtësi që duhet, sepse sa më shpejt bëhet antare NATO-s, sa më shpejt bëhet antare BE-s, gjitha këto çështje do zgjidhen, siç janë zgjidhur mosmarrveshjet që ka pasur dikur Franca me Gjermaninë, domethënë, dhe kufiri midis Francës dhe Gjermanisë, nuk është më, nuk ekziston më ky lloj problematike që ekziston dhe kjo është shpresa dhe ky është angazhimi që duhet të kenë vendet e këtij rajoni për ta kthyer këtë rajon në një vend antar të BE-s dhe të NATO-s pa kufi, ku njerëzit lëvizin lirisht, ku bizneset lëvizin lirisht, idetë lëvizin lirisht dhe çështja e etnive dhe e përkatësive fetare është në plan 2, në plan 3, pra është në çështja më tepër e individit dhe pjesë e diferencave, e diversitetit, që është një vlerë e shtuar edhe për Bashkimin Evropian. Të dësheu, është le të themi një bashkëtesë e brisht mes shqiptarëve në Maqedoni dhe maqedoncëve dhe kjo sjell le të themi këto të cilat edhe pse shpesh ndoshta ne i quajmë incidente sporadike, por që po marrin përmasa sidomos vitet e fundit. Është një bashkëtesë e brisht. Padyshim, është një bashkëtesë që ka dhe probleme, të jemi realist, do ta mohojmë të gjë. Ka probleme të trashëguara nga e kaluara. Kemi Shkupin ndarë në dy pjesë, janë probleme që janë trashëguara nga e kaluara. Absolutisht, problemet janë. Por ama vizioni i ardhmes bën që këto probleme hap pas hapi të minimizohen dhe zhduken. Unë nuk them që këto probleme nuk ekzistojnë. Por ama po të shikojmë Maqedoninë sot. Me Maqedoninë para marrëveshjes së Ohrit, unë do them që ka ndryshim të madh, pozitiv. Në zgjidhjen e problemeve, kalimin e problemeve. Në qoftë se në atë periudhë çështja ishte ekstenca apo jo e Maqedonisë, dhe kjo ishin çështje që ushtruar dhe unë thash, dhe unë mendoj që faktori shqiptar pati një rol të madh në ekstencën, jo në shpërbërjen. Sot shtrohen probleme. Shtrohen probleme që janë në rrugë. Nëse këto probleme do jenë akoma më të vogla, do minimizohen më tepër me vizionin e atyre. Udhëheqësve dhe politikanëve të atij vendi. Kur ata janë zotët e atij vendi. Ata janë drejtuesit e atij vendi. Ata janë që kanë përgjegjësi për atë vend. Ata do të zgjidhin këto probleme dhe prandaj këto sinjale sot që janë shumë të vogla se sinjalet e 10 vjetëve para, prapë do të vlerësohen me serioztet, do të vijnë në agjendë për hapat e tjera të progresit të vazhdueshëm që ka ai vend, në progresin e brendshëm dhe progresin e integrimit. Edhe çështja e integrimit është shumë e rëndësishme. Jo vetëm thjesht ka integrimi mund të shëshojë se futja Maqedonisë në NATO. Integrimi në NATO dhe në BE për shpejtimin e integrimit influencon fuqishëm psikologjikisht dhe ekonomikisht dhe politikisht në një vend, se krijon stabilitet. Pra shërben për të zhdukur këto probleme, për të minimizuar, jo për të zhdukur, për të minimizuar këto probleme. Integrimi është një element i rëndësishëm jo vetëm për atë vend, por për gjithë rajonin ton. Shumë i rëndësishëm, themeltar në zgjidhjen e problemeve tona që kanë në rajon sot, se nuk është se nuk ka probleme në rajon, absolutisht. Probleme kanë. Nuk janë problemet që ishin 12 vjet para, 15 vjet para në kohën e luftës Miloševićit. Nuk janë ato probleme. E mos harrojmë se rajoni jon pak vite para ishte një rajon ku kryen masakra të mëdha etnike. U bën gjakdere, kasapana të mëdha. Si pasojë politikave të çmendura nacionaliste. Ka ikur koha thonë ju politikave. Unë mendoj që ka ikur koha këtyre gjë, absolutisht ka ikur koha. Ka probleme. Marr anën tjetër.
Unë them sot, çështja shqiptare është e zgjidhur, nuk ka më çështje shqiptare të pa zgjidhur. Çështja shqiptare është e zgjidhur. Është e zgjidhur dhe pa Preshevën, është Çështja shqiptare është e zgjidhur dhe pa shqiptarët. Do vi, prit. Çështja shqiptare është e zgjidhur. Është e zgjidhur me Kosovën e pavarur, është e zgjidhur me Malin e Zi demokratik, është e zgjidhur me Shqipërinë në NATO padyshim, dhe drejt integrimit, është e zgjidhur me Maqedoninë demokratike. Ka probleme, ka. Po tjetër është zgjidhja e çështjes, që u zgjidh në një periudhë të shkurtër në këto vitet e fundit, dhe çështja tjera në probleme. Probleme ka kudo. Probleme ka edhe midis thash, edhe në vende të tjera shumë të zhvilluara, që do zgjidhen hapasapi me zhvillimin ton, me marrëdhëniet tona dhe me integrimin ton. Unë nuk harroj diçka që më ka thënë Romano Prodi disa vite përpara. I cili tha këtë gjë, ka thënë gjë shumë të mençur. Romano Prodi ka qenë nga ata europeist i cili ishte për politikat e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Veçanërisht në drejtim të Ballkanit. Tha këtë gjë. Më ka thënë këtë gjë. Nëse ka një rajon në botë për cilin ekziston një zgjidhje e gatshme politike, është Ballkani Perëndimor. Dhe kjo zgjidhje është integrimi evropian i Ballkanit Perëndimor. Në blok. Padyshim. Pra, nëse ka pikërisht, çdo vend ka agjendën e tij. Ka një formulë të gatshme. Dhe Ballkani Perëndimor mos harrojmë është vetëm 20 milion banor, në një Europë 520 milion banorësh. Dhe Ballkani Perëndimor ka vetëm 1% të GDP-së europiane. Pra, këto janë. Pra, ky është një sforcë, unë mendoj. Pse e them këtë gjë? E thash se unë mendoj që këtu është një sforcë i përbashkët. Është një sforcë tona, popujve të Ballkanit, politikanëve të Ballkanit dhe Bashkimit Evropian dhe Brukselit. Se të dy palët shkojmë në një ka. Rrajmë në një ka. Dhe në këtë rrugë, shqiptarët kanë një rol të rëndësishëm. Shumë të rëndësishëm. Fatmirësisht shqiptarët dhe gjithsej që nga 92 deri më sot kanë luajtur me sukses të rol të rëndësishëm të tyre. Po prapë jemi të ndarë. Shiko, jemi të ndarë. Ne do bashkohemi. Ne do bashkohemi të gjithë në Bashkimin Evropian. Sot ka të ndarë. E kemi thënë disa herë të shembull. Sa vjet ka luftuar dhe sa qindra mijëra njerëz janë vrarë për Alsasën dhe Lorrainën midis Gjermanisë dhe Francës? Nëse shkon sot në Strasburg dhe pyet, do të jesh me Gjermaninë apo me Francën, thonë i çmendur? Pra, e kuptoni? Janë sa gjëra që më kalon. Çështja shqiptare sot është zgjidhur në këtë kuptim. Ti me realist, probleme, ka probleme. Që do zgjidhen hapasapi si thash me zhvillimin tonë dhe me rrugën tonë të integrimit. Dhe asnjë nuk zgjidhen 100% problemet. Gjithmonë ka probleme, minimizohen, marrin një formë tjetër, marrin një aspekt tjetër. Por problemet janë gjëra që ekzistojnë realisht në çdo vend. Kalojnë nga një formë në një formë tjetër, nga një nuancë në një nuancë tjetër, nga një dimension në një dimension tjetër. Por problemet ekzistojnë. Okay. Por ama ne si shqiptarë jemi krenar që në këtë periudhë që nga 92-shi ne kemi arritur sukseset që gjithë kjo periudhë filloi me demokratizimin e Shqipërisë. Realisht. Gjithë kjo periudhë mund të them e ndritur të thoja e shqiptarëve kudo filloi me demokratizimin e Shqipërisë. Do ndali pak të kaj. Shkojmë në ndërprerje publicitare, kthehemi me njëherë edhe tek Zoti Islam. Pas djegjes së flamurit kombëtar shqiptar, në qytetin e Burelit u vu flaga dhe flamurit të Maqedonisë. Incidentet e fundit me shqiptarë në Maqedoni nxitën reagime të ashpra tek të rinj në Burel. Mira qytetar protestuan kundër vrasjes së 2 të rinjve në Gostivar, dhunës fizike ndaj 15 nxënësve dhe djegjes së flamurit kombëtar shqiptar. Me brohoritje duam Shqipëri etnike dhe poshtë Maqedonia, të rinj në Burel shkelën dhe më pas dogjën flamurin e Maqedonisë. Protesta u zhvilluan edhe në Tiranë. Mira qytetar u mblodhën para ambasadës së Maqedonisë në Tiranë si reagim ndaj djegjes së flamurit kombëtar shqiptar nga një organizatë krishtere dhe pas ngjarjeve të fundit rrënditëse të dhunës ndaj shqiptarëve në Maqedoni. Protesta në Tiranë para ambasadës së Maqedonisë u organizua nga tifozët kuqezi, si dhe Kuvendi i Patriotëve Civil, ndërsa gjatë kësaj proteste nuk munguan dhe thirrjet për Shqipëri etnike. Jemi kthyer pra me njerë në studio pas këtij inserti. Zoti Islami, duke parë dhe djegjen e flamurit Maqedonas në Shqipëri, në rastin Shqipëria do të ishte integruar, do të ishte sot në Bashkimin Evropian, do të kishte qenë më herët në NATO, se
Tirana zyrtare do t'ishe pra në këto instanca europiane, do të kishin ndodhur le të themi këto gjëra edhe për shqiptarët e Kosovës apo edhe për shqiptarët e Maqedonisë, apo do të ishin zgjidhur më herët duke parë që ne do të ishim një kartë e fortë edhe në Europë? Unë vazhdoj të qëndroj ides që ajo që ka ndodhur në Maqedoni ose raste që ndodhin në vende tjera janë incidente sporadike, pra nuk janë pjesë e sjelljes sistematike, konsekuente, shtetërore. Duke qenë se i qëndroj këtij fakti, natyrisht pa dashur të minimizoj rastet, sepse rastet duke i minimizuar ose duke i neglizhuar mund të zmadhoshin dhe të ktheshin në problem të vërtet, do të mendoja që Shqipëria dhe ripërsëris, jo thjesht siç mund të mendojë dikush për të qenë një ripërsëritës apo një jesmen asaj që tha ambasadori Arvizu, por nuk e ka thënë ai, po të lexojnë të gjithë raportet e progresit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë apo raportet e progresit për NATO-n, po të lexojnë të gjithë raportet pa përjashtim, gjithmonë ka një kapitull ku Shqipëria vlerësohet maksimalisht për rolin e saj konstruktiv në rajon dhe kur ka qenë çështja e Kosovës deri në deklarimin e pamërësisë edhe për sa i përket pozicionit ndaj Kosovës. Pra Shqipëria ka mbajtur një qëndrim inteligjent, racional, konstruktiv dhe në rezonancë të plotë me faktorët ndërkombëtar. Dhe ky qëndrim ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm pikërisht në arritjen e këtyre sukseseve që ka, të cilat mund të jenë relative dhe jo përfundimtare, sepse derisa të bëhemi pjesë, derisa edhe Kosova, derisa Maqedonia, derisa edhe Malizia të bëhen pjesë të NATO-s dhe të BE-s, atëherë do të kuptojmë drejt se si është maksimalizuar pikërisht kjo lloj politike. Kështu që unë do të thoja që Shqipëria këtë kartë të fortë nuk duhet ta dëmtojë. Dhe pikërisht ambasadorin amerikan kur e pyetën që çfarë mendon për një farë lëvizje që ka në Shqipëri për sa i përket një farë patriotizmi apo nacionalizmi e kështu me radhë, u përgjigj në mënyrë shumë asimetrike dhe shumë inteligjente, tha që Shqipëria ka një kartë, duhet ta ruajë me fanatizëm atë kartën e një roli konstruktiv në rajon. Dhe unë vazhdoj të besoj pikërisht kësaj që është thënë në gjithë vlerësimin që është bërë për politikën e Shqipërisë në këto 21 vjet, dhe Shqipëria duhet ta luajë sepse unë mendoj se kjo e ka maksimalizuar suksesin jo vetëm të Shqipërisë, por edhe të gjithë faktorët shqiptar në rajon. Natyrisht, duke zhvilluar me inteligjencë edhe identitetin e saj, edhe patriotizmin e saj, sepse është një shtet që Shqipëria, por jo vetëm Shqipëria, edhe shqiptarët në vendet anëtare të vendet e pavarura anëtare të Ballkanit Perëndimor, por nuk duhet të shkojë deri në atë që quhet nacionalizëm negativ, i cili mund të kthehej në një element kontraproduktiv, sidomos deri në momentin ku Shqipëria apo këto vende nuk janë ende anëtare të NATO-s dhe të BE-s. Duhet kemi parasysh që procesi i zbërthimit të ish Jugosllavisë dhe krijimi i shteteve të pambarra ku shqiptarët kanë pasur role të rëndësishme, siç ka qenë rasti më i vështirë, rasti i Kosovës, rasti i dytë i komplikuar, rasti i Maqedonisë dhe rasti i tretë ai i Malit të Zi, nuk po flas për Preshevën që janë në Serbi, ka pasur shumë kundërshtime, nuk ka qenë lehtë të mbushet mendja vendeve të rëndësishme, sidomos në Bashkimin Evropian, sepse Shtetet e Bashkuara kanë qenë më konsekuente dhe më sistematike në vendet e tyre. Shumë sot është fakt që disa vende të Bashkimit Evropian ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Pra, ne duhet jemi shumë të kujdesshëm për të zhvilluar jo vetëm procesin e integrimit të Shqipërisë, pra rritjen e peshës së Shqipërisë, jo vetëm të identitetit dhe të patriotizmit të shqiptarëve, por duhet kemi parasysh që të mos japim asnjë lloj elementi negativ i cili të përdoret negativisht nga kundërshtarët e këtij lloji procesi, sidomos në vende siç është Kosova, siç është Maqedonia, siç është Malizia apo Presheva, sepse janë përdorur disa karta, nuk është sekret, kartat që janë përdorur kundër shqiptarëve. Në momentin që diskutohej që nga Rambuje e tutje çështja e pambarësimit të Kosovës, pra e fitimit të këtij statusi, e cila u zhvillua
për një kohë gjatë, kishte 3 karta që përdoreshin kundër Kosovës. Karta e parë, karta e 2 shteteve, të cilët mund të krijonin Shqipërinë e madhe. Karta e dytë ishte karta fetare, që thonin që këta janë një, si thua, një pilier, një pilot i vendeve me fe të ndryshme nga feja kristiane, dhe karta e tretë që shqiptarët nuk kanë aftësi shtetëformuese. Këto 3 karta me inteligjencë, jo vetëm shqiptarët e Shqipërisë, por edhe të gjithë shqiptarët në rajon i kanë përballuar me sukses dhe kanë arritur të bindin që këto element që ka Shqipëria, si për sa i përket etnisë, si për sa i përket fesë, janë element pozitiv që do sjellin një vlerë të shtuar në integrimin Bashkimit Evropian dhe NATO, dhe nuk janë element negativ, dhe Shqipëria dhe sigurisht dhe Kosova, ku diskutohet dimensioni, a ka dimensionin e përshtatshëm për të vetë qeverisur etj. Po tregon çdo ditë më shumë që e ka këtë mundësi, po kështu dhe faktori shqiptar në Maqedoni, sigurisht me problemet që kemi në Shqipëri, në Malzi, në Maqedoni dhe në Kosovë, në problemet e rritjes dhe të integrimit, probleme që janë normale për çdo vend në tranzicion. Situata, le të themi, politike në Tiranë ndikon edhe në Maqedoni dhe në Kosovë? Sigurisht, sa më shumë Shqipëria progreson dhe ecën para, aq më shumë kjo ndikon pozitivisht në Maqedoni, ndikon pozitivisht në Kosovë, ndikon pozitivisht në Malezi. Çdo frenim, për shembull, nëse Shqipëria do ishte bërë 2 vjet përpara statusin, kjo do ta kishte ndihmuar shumë më tepër këtë situatë. Pra, shqiptarët në Shqipëri natyrisht shikohen për shembullin e tyre pozitiv, për shembull, futja e Shqipërisë në NATO krijon një klimë shprese të gjithë shqiptarët në vendet ku ata po krijojnë shtetet e tyre, siç është Kosova, siç është Maqedonia, siç është Malezi. Pra unë do shikoja që çdo lloj zhvillimi pozitiv i Shqipërisë krijon një shpresë pozitive për të gjithë këta vendet e tjera. Unë nuk besoj se deri tani Shqipëria ka dhënë shembull negativ, domethënë pavarësisht ngecjeve që ka pasur, nuk është se me qenë se procesi ka ngesur, por çdo shembull pozitiv unë mendoj që ndikon pozitivisht dhe Shqipëria duhet ta ketë në konsiderat dhe këtë lloj komponente, sepse imazhi i Shqipërisë, progresi i Shqipërisë është një vlerë e shtuar dhe një element pozitiv dhe shprese edhe për vendet ku shqiptarët janë pjesë e rëndësishme e shteteve që janë në proces integrimi. Shqiptarët kanë disa veçori. Do thoya që janë megjithatë shumë të çmuara për shqiptarët po dhe për rajonin. Shqiptarët janë, po aq se janë pro-amerikan, janë dhe pro-perëndimor, pro-europian perëndimor. Pra kjo është shqiptarët, ne si shqiptarë shikojmë perëndimin së bashku. Pra shqiptarët janë një popull megjithatë shumë pro-amerikan dhe në Ballkan padyshim roli i Bashkimit Amerikës jashtëzakonisht i rëndësishëm, veçanërisht në Ballkan, por është shumë pro-perëndimor dhe ne duke i thurur këto dy role realisht ne japim vlerë vetes tonë dhe forcojmë faktorin tonë si një faktor stabiliteti në rajon ku padyshim ndërthurja e rolit të madh të Shtetit Bashkuara me rolin e Brukselit janë të pazgjidhshme, janë unike, janë një dhe esenciale për stabilitetin edhe të këtij rajoni. Së dyti, shqiptarët janë pro-perëndimor. Shqiptarët që historikisht kanë parë gjithmonë të ardhmen e tyre në perëndim. Edhe në momentet e ndarjeve të mëdha nga perëndimi, jo për fajin tonë, në kohën e pushtimit otoman 500 vjet, në kohën e pushtimit komunist, shqiptarët gjithmonë e kanë parë të ardhmen nga perëndimi dhe e kanë kërkuar shpëtimin nga perëndimi. Mos harrojmë dhe rilinca tanë të mëdhenj, mbas 450 vjet pushtim otoman, u drejtuan nga perëndimi dhe kërkuan të ardhmen Shqipërisë në kryeqytetet e Evropës perëndimore dhe në Washington. Pra kjo është një gjë e madhe tona, janë vetit tonat, ndoshta edhe genetike transmetuara, që na bëjnë një faktor shumë të rëndësishëm për stabilitetin e këtij rajoni. Aq më shumë dhe për veten tonë, padyshim. Nga ana tjetër, ju thatë e ka kryer Shqipëria detyrat e saj. Unë mendoj që Shqipëria i ka kryer detyrat e saj dhe i kryen me sukses detyrat e saj. Së pari, detyrat e saj filloi të realizojë që kur ne filluam lëvizjen demokratike shqiptare, që kur ne luftuam për demokracinë në Shqipëri, që kur ne krijuam Shqipërinë demokratike, që këtu Shqipëria filloi të realizojë detyrat e saj dhe klasa politike shqiptare detyrat e saj. Së dyti mos harrojmë
se dhe në planin e marrëdhënieve bilaterale, Shqipëria është vendi i parë që njohoi Maqedoninë. Dhe padyshim kjo është një kontribut i Shqipërisë për stabilitetin e këtij vendi dhe për stabilitetin e rajonit. Mos harrojmë se ishte vendi i parë që i dha lehtësitë portuale apo jo. E bëri për shqiptarët atje? Jo, e bëri me një vizion të qartë fqin. Për stabilitetin e atij vendi, ku kuptuar që stabiliteti i atij vendi është i rëndësishëm për stabilitetin e rajonit, edhe për stabilitetin tonë, po padyshim edhe për faktorin shqiptar që atje. Dhe duke kuptuar se faktori shqiptar, që është Maqedoni, është i rëndësishëm për stabilitet dhe jo për destabilitet. Shqipëria i kreu mirë detyrat e saj ndaj Kosovës. Mos harrojmë momentet më të vështira që në 92-shin udhëheqësit kosovar gjetën vend dhe edhe një bashkëpunim të ngushtë dhe punonin në Shqipëri. Gjatë luftës së Kosovës, Shqipëria ka qenë një mbështetje e madhe aktive e gjithë procesit të shërimit të Kosovës. Por ama Shqipëria dhe ne si shqiptarë dhe qeveria shqiptare sot ka zgjuarsinë e saj që në momentin që u krijua shteti i Kosovës e trajton si një shtet partner. Në momentin që shteti i Maqedonisë e trajtonin si një shtet partner. Duke kuptuar qartë që tash vendosemi në relacione të tjera bashkëpunimi, partneriteti, sepse kështu i shërbejmë stabilitetit ton, stabilitetit të përgjithshëm. Po pse? A nuk ishte një mbështetje e madhe për Kosovën rruga që u ndërtua Durrës Morin? Prishtinë tash pjesa tjetër, unë flas për anën tonë. Pse nuk ishte një kontribut gjigant i Shqipërisë për zhvillimin ekonomik të atij vendi, për stabilitetin e atij vendi, për integrimin e atij vendi, për afrimin e atij vendi me Perëndimin, me Adriatikun? Pra, unë mendoj që ishte. Pra, ata të cilët mendojnë se Shqipëria detyrat e saj duhet i kryej duke bërtitur, duke luritur, duke kryer tensione. Duhet të jetë pak më e fortë, le të themi në deklaratë. Unë mendoj se Shqipëria ka qenë mjaft e fortë në deklarata. Ka qenë realistë racionale në deklarata. Nëse ne mendojmë që Shqipëria detyrat e saj i kryen duke u përgjigjur disa pamje shumë shëmtuara në Shkup kur dihet flamuri shqiptar, me pamje po aq shëmtuara në Shqipëri kur dihet flamuri Maqedonas. Po të marrim shembull Athinën ndaj Shqipërisë reagon shumë fortë. Unë mendoj se këtu kemi të bëjmë pasaj me një së paku me keq imposim të atyre njerëzve, për mos them me një keq dashje të atyre njerëzve për të shkatruar marrëdhëniet e rolin e Shqipërisë. Kush janë këta njerëz? Po duash të vitet jo. Me pyetje për Athinën. Greqia është një nga partnerët tanë kryesor. Greqia është antar i NATO-s, është antar i Bashkimit Evropian dhe Greqia është një partner strategjik i Shqipërisë në gjithë procesin tonë të integrimit dhe zhvillimit. Ne si jemi megjithmend, unë e konsideroj një gjë shumë të rëndësishme për ne, që dy nga vendet tanë fqinj, Italia dhe Greqia, janë antar të NATO-s, antar të Bashkimit Evropian, janë nga bashkëpunëtorët, nga partnerët tanë strategjik më të ngushtë. Kjo është esenca, kjo është e vërteta. Ka probleme, nuk ka si mos ketë probleme. Gjithmonë ka probleme të fqinjve. Çështja është mençuria e tejkalimit të problemeve dhe ne si Shqipëri kemi treguar të gjë. Dhe kush do vi prapë ajo që tham, nga kjo rrugë, ai tha dhe Kastrioti përpara, ne kemi humbur apo kemi fituar shqiptar? Më duket se kemi fituar shumë. Atë që kemi fituar ne në këto 20 vjet që kanë të dyshi. Shumë pak popull i kanë fituar në një periudhë kaq të vogël. Ne kemi fituar por shtetet ndryshe. Ne kemi fituar, po si ka, e ardhmja e jonë është gjitha në Bruksel. Ne kemi fituar Kosovën e pavarur, një Shqipëri, një Maqedoni ku shqiptarët jetojnë në mënyrë demokratike, një Marzi ku shqiptarët jetojnë në mënyrë demokratike, një Shqipëri demokratike të integruar. Pra, mua më duket se shqiptarët kanë marrë. Se kemi pastaj zoti Sheu këtë rritje të nacionalizmit kur klasa politike në këto 20 vjet ka bërë shumë, janë qindra mesazhe të cilët unë i falenderoj nga Maqedonia, nga Shkupi, nga Tetova, nga Struga, shqiptarët në diasporë dhe thonë që janë pak kënaqur në Maqedoni. Sigurisht ne nuk do të nisemi dhe nga SMS-t, por që ka pak kënaqësi, nuk është gjë e keqe, është gjë e mirë. Duke pas pak kënaqësi zhvillohet ecën përpara. Asnjë në asnjë popull të botës të pyesur, nuk thonë që jemi mrekulli, nuk ka. Kudo ka pak kënaqësi është normale. Pak kënaqësia si zhvillimin. Por remi është si do ta kanalizosh pak kënaqësinë. Në çfarë rrugë? Nëse pak kënaqësinë e kanalizon duke djegur flamurin shqiptar apo duke djegur flamurin maqedonaz në Shqipëri, kjo është e gabuar. Atëherë e fut në rrugën më të rrezikshme. Ato pamje që po shoh këtu që kam pash në Burrel. Janë pamje të turpshme. Ashtu janë të turpshme dhe pamje që pam në Maqedoni me flamurin shqiptar që dojë. Janë pamje të rrezikshme. Dhe fatkeqësisht
janë pamje të nxitura nga grupe spekulatore. Dhe në Maqedoni dhe këtu Maqedoni dhe në Shqipëri. Po, Maqedoni dhe në Shqipëri. Po çfarë për destabilizuar? Nga grupe spekulatore. Për interesa. Po, shiko, është e vështirë të them pse, sepse unë mendoj se ka ndërthurje të gjërave. Ka qëllime që duan të destabilizojnë. Po, jam dakord. Ka grupime që duan të destabilizojnë. Ka grupime që janë spekulator politik. Dhe i bëjnë të gjëra për të fituar kapital politik me rrugë spekulatore dhe duke dëmtuar në këtë mënyrë interesat e vendit, edhe interesat e rajonit, po dhe të vendit, e popullit shqiptar. Ka grupe aventurierësh. Ka të marrë, edhe në Tiranë ka të marrë, edhe në Shkup ka të marrë, edhe në Athinë ka të marrë, edhe për Aleancën Kuqezi. Aleanca Kuqezi për mua është një grup spekulatorësh politik. Po është një grup që kërkon le të bashkimin. Është një grup i cili kërkon përdor formula të cilat realisht i përdoren për spekulim politik. Shiko, politika është realiste. Pse thon real politik? Të gjithë mund të duam sot yjet. Mund duam të jemi antarë të Bashkimit Evropian të gjithë. Mund duam të jemi shqiptarët kështu apo ashtu të gjithë, por ama ka një realitet. Në kërkesat që bën ka një realitet. Fatkeqësisht, ata të cilët dalin nga ky realitet, për një arsye për tjetër, bëjnë të kundërtën. Fatmirësisht, ne deri më sot kemi qenë shumë realistë në kërkesat tona dhe hapat tona, prandaj kemi arritur suksese kaq të mëdha që kemi arritur për çështjen shqiptare, për shqiptarët kudo që janë, për rolin e shqiptarëve, për faktorin shqiptar dhe për rrugën e integrimit shqiptarëve. Prandaj ne të jemi antarë i NATO-s, prandaj Kosova është e pavarur, prandaj është kjo gjendje atje dhe këtu, dhe prandaj jemi Maqedonia thashë është demokratik, prandaj ne jemi në këtë rrugë. Fatkeqësisht, provokatorë ka kudo. Por ama, unë jam i bindur dhe them që këto grupime të tilla asnjëherë nuk mund të gjejnë përkraje dhe zjerim në hapësirën tonë, sepse realisht ne jemi koshient tashmë. Ne dim rolin tonë, ne dim rrugën tonë, e kemi ecur mirë në këtë rrugë dhe e dim mirë se ku duhet arrijmë. Kjo është e rëndësishme. Së fundit do them të gjë. Ka një diferencë të madhe midis patriotizmit dhe nacionalizmit. Ku dallon? Nuk do të ngatrojmë patriotizmin me nacionalizmin. Patriotizmi është vlerë. Patriotizmi është stimul për të zhvilluar. Plus, edhe patriotizmi vetë, në epoka të ndryshme, merr konfiguracione të ndryshme. Tjetër është patriotizmi dhe tjetër është patriotizmi në kohën e luftës së Kosovës. Tjetër është patriotizmi sot. Shprehet ndryshe patriotizmi. Sot patriot, dhe ai që do Shqipërinë, është ai që përpiqet për një Shqipëri stabil, për një Shqipëri të zhvilluar ekonomikisht, për një Shqipëri të integruar, për një Shqipëri si një faktor stabiliteti në rajon, për një Shqipëri cili në këtë mënyrë Shqipëri rrezaton dhe ndihmon në këtë mënyrë të gjithë shqiptarët kudo që janë dhe rajonin tërësi. Në ka rajon i cili vitet e fundit ka pësuar dëme kolosale dhe humbi gjigande nga nacionalizmat është Ballkani. Sepse mbetet ende fuqi baruti. Mbetet, unë nuk mendoj që është fuqi baruti më. Baruti është lagur tash. Unë mendoj që baruti në Ballkan është lagur tash. Baruti është lagur. Ka element shqetësues. Ka shumë rrugë për të bërë, siç thash, rrugë që varet nga ne, po unë mendoj edhe rrugë që varet nga Brukseli vet në procesin tonë të integrimit, nga dy palët bashkë, që po punojmë intensivisht për të përshëtuar të proces, por ama në ka rajon që ka vuajtur nga nacionalizmat, është rajoni jonë, dhe në ka rajon që duhet të largohet nga nacionalizmat, është rajoni jonë, sepse ka paguar një çmim shumë të lartë nacionalizmat. Ne do kuptojmë një gjë, që nuk mund të kthehemi prapë në shtetet njetik. Nuk mund të kthehemi prapë. Janë kohë të mbaruara. Sot po kërkohet të bashkohet gjithë Europa në një qeveri europiane, në një parlament europian, në një politikë europiane, tash po kërkohet Ministria e Ekonomisë dhe Financës europiane, me një ushtri europiane po kërkohet të bëhet sot. Dhe ne të kthehemi përsëri mbrapsh. Nuk mundet të ecësh kundër sensit. Kjo është drejtimi. Dikur shtetet që ishin qytete. Pastaj u bën principata, pastaj u bashkuan me shtetet e mëdha, tash janë bërë unionet. S'mund të ecësh kundër sensit. Kjo është e ardhmja.
Okej, po, zoti Islami dhe pastaj do të shkojmë. Patjetër. Vetëm pak do thoja lidhur me këtë çështje, po të shikojmë progresin gjatë këtyre 21 vjetëve në Shqipëri, në Maqedoni, në Kosovë, në Malzi e kështu me radhë. Sa më shumë procesi i tranzicionit demokratik ka ecur para dhe sa më shumë është bërë progres për sa i përket çështjes integrimit në BE dhe NATO, aq më të dobët dhe aq më të pak janë elementet nacionalistë, sepse elementet nacionalistë kanë filluar me, sidomos në ish Jugosllavi, me regjimin e Miloševićit dhe me gjithë nacionalistët që vinin në rezonancë me këtë regjim për shkak të ish Jugosllavisë dhe natyrisht kjo provokonte, induktonte edhe tek etnitë e tjera veprime simetrike, nacionaliste apo veprime ekstremiste. Po të shikojmë me kalimin e kohës, të gjithë këto element janë reduktuar në mënyrë të konsiderueshme dhe roli i tyre është minor. Po se do të kishte forca nacionaliste në Shqipëri, këto do të ishin votuar në këto 21 vjet. Nuk shikojmë në parlamentin shqiptar forca nacionaliste që të jenë të fuqishme apo që të marrin vlerë të konsiderueshme. Po e njëjta gjë kemi forcat shqiptare në Maqedoni. Në Maqedoni, dy forcat kryesore shqiptare, natyrisht kanë kërkesa, kanë probleme që lidhen me çështjet, i thashun, kontraksionet e tranzicionit, me çështjet e ballancave dhe respektimit të faktorit shqiptar si një faktor shtetësformues në tranzicionin e Maqedonisë dhe në integrimin e Maqedonisë, por unë nuk kam parë asnjëherë nga forcat kryesore që votohen nga shumica e shqiptarëve të ketë element nacionalist. Po njëjta gjë ndodh në Kosovë, tani që Kosova është futur në një proces të pavarësimit plot dhe shumë shpejt do futet në proces të integrimit, forcat kryesore politike që bëjnë dhe rotacionin politik në Kosovë, asnjëherë nuk kanë qenë forca që të kërkojnë gjëra të cilët janë në kundërshti pikërisht me integrimin në Bashkimin Evropian apo në integrimin në NATO. Pra nuk kanë votuar shqiptarët në asnjë nga këto troje forca të cilët të jenë nacionaliste dhe të kryejnë veprime ekstremiste. Natyrisht gjithmonë ka pasur dhe ka, por unë po të shikoj me kujdes, mendoj se ato janë në zvoglim dhe gjithmonë më minore, aq më të vogla sa më afër i afrohet Shqipëria Brukselit dhe aq më shpejt, sa më i shpejt dhe më cilësor është procesi i integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Kështu që ne nuk duhet shqetësohemi që gjatë gjithë kësaj periudhe kur ne do t'i afrohemi Brukselit, do të ketë element, por këto do të jenë gjithmonë më minor dhe unë nuk besoj se këta do të kenë një rol të rëndësishëm për të penguar apo për të realizuar pikërisht ato deklarata apo të retorikë e cila shpesh herë bëhet dhe për arsye, ne nuk kemi naiv, absolutisht nuk është naiv, as votuesit shqiptar, kudo që janë, jo vetëm në Shqipëri, nuk janë naiv për të kuptuar që shpesh herë deklarata të cilët dalin jashtë këtij konteksti të integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, që të ndërpresin këto procese. Por, nga ana tjetër, forcat kryesore që kanë marrë mbështetjen, qoftë në Shqipëri dhe qoftë në vende të tjera, kanë për detyrë edhe çështjet e identitetit dhe të patriotizmit dhe të ndërtimit të elementeve që e bëjnë Shqipërinë diverse apo faktorën shqiptar diverse në Bashkimin Evropian, duhet zhvilluar ndryshe në çdo fazë, nëse në fazën e parë ishte rëndësishme çështja e tranzicionit demokratik, çështja e demokracisë, nëse në fazën e dytë është ajo e realizimit detyrave në integrimin, paralelisht duhet ndërtuar dhe identiteti shqiptar, siç është identiteti francez, siç është identiteti italian, siç është identiteti austriak e kështu me radhë, dhe sa më shumë forcohesh pikërisht të je në një bashkësi vlerash të ndryshme, pra je në një diversitet, por shkon atje me identitet të fuqishëm, me një ekonomi të fuqishme, me një biznes të fuqishëm e kështu me radhë, pra identiteti është i rëndësishëm dhe duhet patur në konsiderat dhe nuk duhet, dhe pikërisht që duhet nga forcat kryesore, nuk duhet kjo t'i lihet në dorë forcave ekstremiste të cilët shpeshherë e përdorin për spekulim për të bërë të rëndësishme në konfiguracionin politik të vendeve përkatësve. Kjo ndoshta është e turpshme të vërë disa fëmijë atje që të djegin një flamur, të bëjnë atë çka është e turpshme sinqerisht. Ata që i bëjnë ta punë këto gjëra, sinqerisht janë
njerëz që shfrytëzojnë fëmijë. Po të rrash 17 linjë mes Shkupit, Është e dënueshme dhe shumë e dënueshme, është shumë e dënueshme, është krejtësisht e dënueshme, është krim. Nuk është e dënueshme, po është krim. Dhe duhen dënuar, duhen gjetur fajtorët. Fatmirësisht, nga sa kam dëgjuar, janë arrestuar një pjesë atyre, patën nga sa dëgjova. Po është vërtet ka dalë dhe Ministri e Brendshme. Po dhe Aliu që foli, edhe mendoj, do të thënë, janë arrestuar një pjesë, shpresoj të arrestojnë të tërë dhe të marrin dënimin e mërtuar. Por ama, nga tjetër, nuk mund të përgjihesh duke djegur simbolet e një vendi, nëse dikush e bën, një grup kriminalësh e banditësh e bën atë vend. Pra nuk do të bësh pre-provokim. Se pasandaj ti bie pre atyre provokacione dhe e vë veten ponat opozita. Dhe aq më shumë të vërë disa fëmijë që djegin flamuret në shesh, siç ato që fëmijë shkret shkollave 8 vjeçare do të ishin. Nuk u doshin ndivur po mburret. Që u pash, ishin shkolla 8 vjeçare. Tregon që dikush i ka keq përdorur ata fëmijë. Fatkeq, ata që i përbëjnë atje i keq përdorin edhe fëmijët. Okej, shkojmë në ndërprej publicitare dhe me një ngjitur pas publicitetit intervistën e Ministrit Jashtëm zotit Axhinasto për incidentet, reagimin ndaj Shkupit, pasi më herët reagoi edhe Ministria e Jashtme e Maqedonisë dhe të premten zoti Axhinasto do të jetë për vizitë në Shkup. Ministria e Jashtme e Maqedonisë ka reaguar kundër djegjes së flamurit gjatë protestës së mbajtur në Burel. Në një komunikat lëshuar nga kjo ministri dënohet akti vandal si dhe thirrjet me përmbajtje fyese ndaj maqedonasve. Incidentet e këtij karakteri me rastin e djegjes së flamurit dhe thirrjes fyese gjatë protestës së mbajtur para ambasadës në Tiranë nuk shkojnë në të mirë të marrëdhënieve të mira ndërfshinjësore midis Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë, si dhe për ndërtimin e mirëbesimit midis dy popujve, theksohet në komunikatën e Ministrisë së Punëve të Jashtme maqedonase. Kjo ministri thekson se në fund pret nga autoritetet qeveritare në Shqipëri që në frymën e marrëdhënieve të mira fshinjësore të dënojnë këtë incident dhe të marrin masat për kapjen e autorëve. Gjithashtu kërkohet masa përkatëse për parandalimin e incidenteve eventuale të karakterit të njëjtëfyes dhe të dhunshëm. Gjithashtu reagimi për incidentet e ndodhura në Maqedoni dhe Shqipëri ka patur edhe Ministria e Jashtme e Shqipërisë. Në një intervistë për radio televizionin Ora News, kreu i diplomacisë shqiptare situatën e tensionuar në Maqedoni e ka quajtur në kuadër të rasteve sporadike dhe që nuk ndikojnë në marrëdhëniet mes dy vendeve. Ne kemi bërë dënimin më të ashpër të këtyre incidenteve. Kemi kërkuar me forcë që autoritetet maqedonase, veçanërisht ato të zbatimit të ligjit, të bëjnë një hetim të plotë dhe të çojnë përpara drejtësisë ku të ndëshkohen autorët e këtyre incidenteve, të cilët nuk janë as pak në funksion të integrimit të shoqërisë maqedonase, nuk janë as pak në funksion të harmonisë midis komuniteteve të ndryshme etnike atje. Do t'i mbaja përsëri në rangun e incidenteve sporadike, të cilat gjithsesi duhen dënuar, pasi mund të krijojnë në potencial efekte që përshkallëzojnë situata dhe krijojnë acarimin e konflikteve dhe cënojnë bashkëjetesën dhe qetësinë dhe harmoninë midis komuniteteve. Ajo çfarë është më e rëndësishme, të ndërmerren veprime, të jepen mesazhe të paqes, të qetësisë dhe të zgjidhjes së këtyre situatave në mënyrën institucionale, në mënyrën më paqësore dhe më në përputhje me ligjin. Nga informacioni që kam, ngjarje të tilla janë dënuar me forcë nga përfaqësuesit e partive politike në Maqedoni. Mendoj se ato kanë shprehur dhe një urtësi respektive për sa i takon menaxhimit të kësaj situate, këtyre incidenteve. Ajo që mbetet e përsëris është që vetë përfaqësuesit maqedon të flasin më qartë për të dënuar këto ngjarje dhe të veprojnë me strukturat përkatëse shtetërore për hetimin dhe për ndëshkimin e fajtorëve. Mendoj se vizita e komisionerit Fyle sigurisht do të jetë një moment për të dhënë mesazhe të maturisë, mesazhe përsëri të dënimit e këtyre akteve dhe të nevojës për ta menaxhuar këtë situatë në mënyrë të pjekur dhe me përgjegjësi të madhe për integrimin e qytetarëve
Maqedonas, pavarësisht nga etnia të cilës i përkasin. Unë gjithashtu do të jem për një vizitë zyrtare ditën e premte në Maqedoni dhe ky do të jetë mesazhi që unë do të jap pranë autoriteteve maqedonase, pranë partive politike shqiptare që të japin shembull konkret të kësaj maturie politike, të veprimeve të cilat ndëshkojnë incidentet e autorët e incidenteve të tilla me qëllim që shoqëria maqedonase, pavarësisht nga etnia të cilës i përket, të integrohet sa më shumë, të ketë sa më shumë harmoni dhe të shikojë sa më shumë drejt frymës europiane, që është e nevojshme kaq shumë për Maqedoninë, por dhe për gjithë rajonin tonë. Okej, ndoqëm dy reagimet, dhe reagimin e Ministrisë Jashtme të Maqedonisë, e cila dënoi pra le të themi djegjen e flamurit, dhe reagimin diplomatik dhe të shefit të diplomacisë shqiptare, zotit Edmond Axhinasto, marrë mbrëmjen e djeshme nga Radio Televizioni Ora News. Zoti Islami, do ndalemi te ju, ka teza të cilat thonë dhe apo ata të cilët ndoshta bëjnë analizat dhe parashikimet e së ardhmes se mund të kemi një ndarje të Maqedonisë. Sa i besoni kësaj? Në të parë do thoja diçka për reagimin e Ministrisë të Jashtme dhe të dy ministrive. Ndoshta unë dhe Dritani jemi njerëzit e papërshtatshëm për të thënë është e vështirë. Jo, se kemi qenë Ministri të Jashtme dhe çdo qëndrim midis shteteve analizohet në mënyrë shumë profesionale, shumë racionale dhe zhvishet nga të gjithë emocionet. Ka një mekanizëm Ministri të Jashtme që duhet lavdëruar, sepse është nga administratat më të mira që ka të paktën në kohën që unë kam qenë aty, se kam provuar disa ministri, besoj edhe Dritani do ta konfirmonte, sepse edhe Dritani ka kaluar disa administrata. Shi administrat duke qenë në bashkëveprim me faktorin ndërkombëtar, është munduar të kualifikohet dhe spelecizohet sipas këtyre standardeve. Dhe sepse duhet kemi parasysh çdo qëndrim që mban një shtet, mbahet shënim në arshivën e shtetit tjetër dhe analizohet deri në fund përse u tha, pse nuk u tha. Kështu që Ministria e Jashtme e ka këtë traditë dhe shpeshherë qëndrimet racionale të matura, diplomatike, me gjuhë diplomatike, vizionare dhe në kuadrin e proceseve integruese, shpeshherë të konsultuar dhe me faktorë të rëndësishëm. Ka raste kur edhe për një qëndrim në Maqedoni ti do të konsultohesh dhe me faktorë të tjetër të antarë të Bashkimit Evropian apo faktorë të rëndësishëm që është SBA-ja kur çështja është delikate. Pra nuk është një qëndrim kaq i lehtë. Shpeshherë këto qëndrime për publikun si thua, kanë perceptimin që nuk janë ato që duhen, sepse janë të zhveshur nga gjithë emocioni, nga retorika, dhe janë shumë racionale, shumë diplomatike edhe të shikuara me një vizion. Unë mendoj që qëndrimi i Ministrisë së Jashtme, i cili e dënon aktin, ashtu siç ka bërë dhe faktori shqiptar dhe i kërkon dhe faktorëve tjerë ta dënojnë këtë akt, dhe shtetit Maqedonas të veproj sipas shtetit ligjor dhe ta dënoj të gjithë ato që është kryer, dhe njëkohësisht për të bërë një vizitë, për të ndikuar dhe për të biseduar dhe nga afër për të parë se cila është arsyeja e vërtetë dhe sa thellë shkon ky incident, sa sporadik është ky incident apo çfarë impakti do kishte ky incident qoftë brenda zhvillimeve në Maqedoni, qoftë për marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Maqedonisë apo midis faktorëve shqiptar në vendet e ndryshme të Ballkanit Perëndimor. Mendoj që vizita që bën Ministri i Jashtëm është një vizitë e rëndësishme, vizitë që do ta përshëndesja dhe një vizitë e cila i lejon atij për të kuptuar më mirë dhe për të dhënë të gjitha dhe për të dhënë ato mesazhe adeguate që duhet të japi një ministri i jashtëm në një rast kur ka incidente të cilat impaktin e parë kanë emocional, qoftë ajo që ka ndodhur në Maqedoni, qoftë ajo që ka ndodhur në Shqipëri, për të cilët natyrisht politika qeveritare nuk mundet
të udhëhiqet në veprimin e saj, bile është e kundërta. Pra në qoftë se shikon që ka qendra, le të themi në mënyrë figurative, qendra zjarri, qeveritë e dy vendeve, të cilët kanë një marrëdhënie afatgjatë dhe janë të angazhuara për marrëdhënie të mira në rajon, për integrim Shqipërisë në NATO, dhe ata duhet luajnë rolin e menjëhershëm të zjarfiksit për të shuar të tilla veprime me shpejtësi në mënyrë që të vazhdohet në normalitet. Për sa i përket çështjes së ndarjes së Maqedonisë, unë nuk besoj që Maqedonia është pra në një perspektivë ndarje, sepse çështja e perspektivës ndarjes së Maqedonisë do dilte jashtë kuadrit të gjithë proceseve që po ndodhin në Ballkanin Perëndimor dhe do të futeshim le të themi në thonjza, do të futeshim në një skenar tjetër të krijimit të asaj që e thanë Dritani, të shteteve nacione, pra të shteteve etnikisht të pastra. Futja e Ballkanit Perëndimor në krijimin e shteteve etnikisht të pastra është një çështje e komplikuar që mund kalonte nëpërmjet konflikteve të parashikueshme dhe unë nuk besoj, të paktën në dijenin time nga ato marrëdhënie që kam me faktorë të rëndësishëm edhe si ministri i jashtëm, por jo vetëm, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me vende të rëndësishme siç është Franca, Gjermania apo në përgjithësi Brukseli, nuk e besoj që janë të përgatitura për ta futur Ballkanin Perëndimor në një skenar të krijimit të shteteve etnikisht të pasturta, aq më tepër që kjo do të binte në konflikt dhe me parimin e vetë ndërtimit të Bashkimit Evropian. Ku në Bashkimin Evropian në një familje vlerash, në diversitet etnish, fesh, kulturash e kështu me radhë, nuk shtrohet më problemi i kufive. Pra çështja e kufive, sidomos etnik, pra nacional, është te kaluar dhe nuk mundet që shtetet e reja të kalojnë fillimisht nëpërmjet një procesi të vendosjes të kufive të saktë, që do ishte një proces shumë i komplikuar. Unë do të besoja i pamundshëm, do të kalonte vetëm për një konflikti me efekte të paparashikueshme për të vendosur kufi në Ballkanin Perëndimor, të cilët kufi që shpeshherë mund të kalojnë dhe mes përmes një shtëpie, sepse kemi deklaratë sot të Ali Ahmetit, i cili është shprehur ka marrë pjesë në ka qenë i pranishëm sot në SEC dhe kam i material ku ka thënë rruga e UÇK-s do të përfundojë kur shqiptarët jetojnë pa kufi në trojet e tyre. Varet në çfarë konteksti, shumë e gjatë, ndoshta ta lexoj pak më vonë. Si në fund të 2011, zoti Ahmeti është shprehur për kolegën Ilva Atari në emisionin Tonight Live nga Tetova se çdo vonesë në kontekstin e zgjidhjes së emrit, pra për sa i përket me Greqinë, të emrit Maqedonisë, mund të sjellë në një destabilitet në Maqedoni dhe kjo pra mund të ketë ndoshta i pasojë për Maqedoninë. Nëse i marrim të dy shprehjet e zotit Ahmeti dhe qëndrimin e tij racional dhe integrues, dhe nuk po e them vetëm për retorik, por shikoj që zoti Ahmeti ka filluar qysh para marrëveshjes së Ohrit, gjatë marrëveshjes së Ohrit, për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, në procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, ka luajtur një rol pozitiv dhe duhet vlerësuar roli pozitiv, po ashtu siç është faktori tjetër, brenda lojës politike që bën shqiptarët në opozitë apo në maxhorancë, gjë që është normale, shpeshherë një lojë që ne duhet ta luajmë më mirë edhe në Shqipëri, por jo vetëm. Besoj se zoti Ahmeti ka parasysh që shqiptarët do të jetojnë në familjen europiane, ashtu siç jetojnë edhe ripërsërisim, siç jetojnë francezët me gjermanët, ashtu siç jetojnë gjermanët ose gjermanfolësit në Austri me gjermanët në Gjermani, apo edhe në kufirin tjetër që është bërë pjesë e Schengenit, gjermanofolësit në Zvicër me gjermanët në Gjermani apo gjermanët në Austri, e kështu me radhë, apo në secilin nga vendet e Bashkimit Evropian, ku ka gjithmonë një minoritet që i ndan shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Natyrisht rasti i Shqipërisë është i veçantë për të thënë vërtetën në të gjithë Bashkimin Evropian, por është një rast që do të zgjidhet brenda dhe në kuadrin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe besoj që zoti Ahmeti ka parasysh pikërisht bashkëtesën e shqiptarëve në një kufi brenda Bashkimit Evropian,
sepse të gjithë shqiptarët luftojnë tani për të zgjeruar Evropën, në kuptimin që duan të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Natyrisht, çështja e emrit është një çështje që frenon, është një çështje që krijon një farë tensioni dhe një çështje që krijon tension dhe krijon një farë problematike, pra përbën një pengesë për të ecur në këtë rrugë. Natyrisht, zoti Ahmeti ka dashur të tregoj aspektin ose impaktin jo pozitiv që do të kishte pikërisht ky lloj frenimi. Unë vetë nuk besoj që do të shkonte çështja deri në ndarje, sepse çështja e ndarjes do të fuse, siç thash pak më sipër, të gjithë rajonin, pra jo vetëm Maqedoninë, do ta fute në një skenar të paparashikueshëm në një konflikti me një impakt që absolutisht asnjë nuk është i përgatitur dhe nuk e parashikon dot në këto momente. Megjithatë, çështja e frenimit të antarësimit të Maqedonisë në NATO apo aq më tepër në Bashkimin Evropian për shkak të emrit është një çështje e rëndësishme dhe çdo ditë më shumë që kjo vonesë ndodh, merr një rëndësi dhe krijon një problematik të konsiderueshme dhe duhet pasur në konsiderat nga faktori shqiptar, i cili besoj e ka qasur në mënyrë inteligjente, nga faktori qeverisës në Maqedoni, por edhe nga faktori ndërkombëtar, sepse duhet të kemi parasysh, çështja e zgjerimit nuk është çështje vetëm e vullnetit të vendeve siç jemi ne në Ballkanin Perëndimor që duan të bëhen pjesë, por është çështje edhe e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, sepse ata liderët me vizion evropian, Ritani përmendi Romano Prodin, po ka pasur shumë liderë të rëndësishëm. Unë edhe në një takim që kam qenë me presidentin e Francës Chirac, e shikonin zgjerimin e Evropës në kufit edhe të Ballkanit Perëndimor, si një çështje që intereson Evropën, sepse një Evropë e zgjeruar është më e sigurt, është më stabil, është më e fuqishme, sigurisht në balancat globale, kur krahas një poli të rëndësishëm siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë filluar të lindin pole të reja dhe Evropës intereson të jetë një pol i rëndësishëm politik, ekonomik dhe sigurie dhe stabiliteti. Dhe vetë Ballkani Perëndimor vetëm e rrit këtë siguri, e rrit këtë stabilitet, e rrit këtë faktor të karakterit ekonomik. Dhe në këtë kuptim, pra edhe nga këndvështrimi i vendeve anëtare, ka një synim që këto vende sa më shpejt të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian. Kështu që prandaj dhe në deklaratat që këto 10 vjet e fundit thohet që projekti evropian nuk mund të përfundoj pa pasur pjesë edhe vendet e Ballkanit Perëndimor, natyrisht duke realizuar detyrat dhe duke qenë konsekuent në arritjen e atyre standardeve, sepse nga ana tjetër këto vende duan që të zgjerohen drejt vendet e Ballkanit Perëndimor, por nuk duhet të importojnë problemet që ka ky rajon, problemet kryesore janë pikërisht ato problemet karakterit etnik, pra është një ushtrim që këto vende duhet ta realizojnë dhe ta ezarojnë para se të bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, bashkë me çështje që lidhen me parimet dhe kriteret e Kopenhagenit. Pra, këto vende duhet të realizojnë ato standarde për të bërë pjesë e një familje që është familja e vlerave dhe familje e cila kërkon të bëhet një faktor i rëndësishëm në këtë balancë globale, në kuadrin të globalizmit dhe të daljes së poleve të reja në planet. Dhe shehu vizita e Gjinastos në Shkup dhe kjo deklarat le temi Ali Ahmetit? Vizita e Gjinastos në Shkup. Për mua është një vizitë normale, pune e misit jashtëm Shqipërisë. Ja, duke u nisur nga incidente fundit. E kanë fjalë se nuk ishte paralajmëruar apo ishte kohë më parë programuar. Asnjë nga ne nuk e di këtu a ka qenë e programuar as ka. Unë mendoj që mund të qenë e programuar. Me informacion që kam unë gjithsesi. Por që realisht është një vizitë e cila shërben marrëdhënieve, zhvillimit të marrëdhënieve pozitive midis dy vendeve tona, të cilat nuk kanë pse të afektohen nga incidente që mund të ndodhin, qoftë nga ato që kanë ndodhur në Maqedoni, ku ishin dhe që realisht masat po merren, unë shpresoj që do merren, por si shart do të jenë sinjale për në të ardhmen për klasën politike, absolutisht, megjithëse nuk janë të krijuara nga klasa politike, nuk janë krijuar nga institucionet shtetërore, por sidoqoftë janë element që duhet të tërheqim mendjen, duhet dënohen ata të cilët i kanë krijuar dhe i kanë provokuar këto incidente, dhe padyshim ata që kanë provokuar me keq dashje.
si kanë përmuar me të mirë, të jemi realist. Por ama nga ana tjetër, unë mendoj se të tilla gjëra nuk kanë pse të prekin marrëdhënien, absolutisht marrëdhënien shoqërore, ardhmja është duke i përmirësuar gjithmonë më shumë të marrëdhënie, duke i zhvilluar gjithmonë më shumë, ne kemi marrëveshje të bashkëta, është së shpejti hyn në fuqi, për shembull, kalimi i kufirit pa pasaport, me letër njoftimi, me kartë identiteti i të dy qytetarëve të dy vendeve tona, pra janë marrëdhënie që ecin përpara dhe nuk mund të afektohen, nuk mund të dëmtohen nga grupe kejdashësis, nga grupe të marrësh që mund të ketë në dy anët, nga grupe provokatorësh që mund të ketë në dy anët e kufive, nuk ka tilla gjëra, s'kemi ç'bëjmë. Fatkeqësisht shoqëritë njerëzore kanë të tillë individ brenda tyre, por që duhen afrontuar me qetësi, me realizëm, me qetësi dhe në mënyrë determinuese për të ecur përpara. Më duket se kjo vizitë është një vizitë pozitive, normal. Unë nuk shoh në një gjë, e shoh si një vizitë pozitive që zhvillon marrëdhëniet tona. Për deklaratën e zotit Ahmeti, i cili është prej kohë parë se çdo lloj vonese përsa i përket çështjes së emrit, zgjidhjes së emrit, pra mund të sjellë atë që quhet ndoshta një destabilitet. Aliu është ishte një deklaratë e cila cilën unë njoh shumë mirë, është njeri racional. Është njeri i cili ka dhënë një kontribut të madh për stabilitetin e atij vendi, edhe për luftën për të drejtat e qytetarëve shqiptarë në atë vend. Unë bile kam thënë një herë Aliut në një kongres të tyre që Aliu hyri në politikë si një njeriu i luftës dhe u bë njeriu i paqes. Padyshim që është njeri që ka vizion dhe ka dhe një përgjegjësi se është në qeveri realisht. Bashkëqeverisë. Po, menduja arbërit është janë opozit, padyshim ndodhin në rolin e tyre si opozit. Ky është në qeveri dhe ka dhe përgjegjësitë e tija. Unë e konsideroj pozitive faktin që faktori shqiptar shtyn me forcë në gjetjen e kompromisit, për emrin. Për mua është, unë gjykoj si politikan, unë e konsideroj një mungesë vizioni afatgjatë edhe racional për shoqërinë sot që për hir të një kompromisi që mund të gjendet të ngadalësosh procesin integruese të vendit. Unë mendoj që politika maqedonase duhet të ditë të gjejë kompromisin. Dhe ka mundësi të gjejë kompromisin. Dhe këtu, fatmirësisht, roli i politikës shqiptare është konstruktiv, është realist, racional dhe shtyn dhe do të shtyn me forcë drejt proceseve integruese të atij vendi. Kështu që mua më duket se është një qëndrim normal, qëndrim pozitiv, që kërkon të shpejtoj procesin integrues të atij vendi, gjë që do të influencojë pozitivisht për atë vend, për marrëdhëniet tërësi në rajon dhe për rajonin tërësi, sepse realisht është ai tha dhe Kastrioti, e ardhmja e rajonit është Bashkimi Evropian, nuk ka tjetër zgjidhje. Herët avon do vi. Unë sa më shpejt të ndodhi, aq më mirë është edhe për rajonin, por edhe për Bashkimin Evropian. Duhet kemi parasysh vetëm një fjalë do të thotë. Duhet kemi parasysh edhe një gjë tjetër që politikanët shpeshherë kur kanë një objektiv dhe objektivi natyrisht është pozitiv në rastin konkret qoftë Maqedonisë, qoftë në rastet e tjera pra në Bashkimin Evropian, ku ka një qëllim shpeshherë paraqesin anën pozitive, impaktin pozitiv të arritjes së këtij qëllimi. Shumë po të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian do kemi. Po shpeshherë ku pengesa është e madhe, shpeshherë tentojnë të zmadhojnë efektin negativ, që nëse nuk ndodh kjo, mund bëhet kjo, dhe thjesht për të arritur qëllimin pozitiv sa më shpejt. Si një formë presioni realisht. Domethënë, është një mekanizëm që shpeshherë përdoret në balancat politike që arrin të thuash që po të bëhet kjo, do të arrihet kjo dhe kjo ka këtë efekt pozitiv. Por kur ti shikon që pengesat rritet, shpeshherë luhet dhe karta që nëse arrihet kjo, por duke hiperbolizuar efektin negativ, kërkon të arrish sa më shpejt pikërisht elementin pozitiv. Kështu që besoj që zoti Ahmeti e ka shumë të qartë, sepse ka punuar për këtë ditë, bile unë do shtoja krahas njëri i pasjes, ai del ngadalë do të thotë dhe një politikan i integrimit të Maqedonisë dhe prandaj kërkon të marrë edhe këtë epitet që domethënë ai po luan një rol shumë të rëndësishëm me stilin e tij racional, inteligjent dhe domethënë dhe të balancave për të treguar qoftë të mirën, qoftë rrezikun që ka mos ecja në rrugën e duhur për ta bërë Maqedoninë antar i NATO-s dhe për të thënë vërtetën faktori shqiptar ka një rol të rëndësishëm për bërjen
e Maqedonisë, antarë të NATO-s dhe futjen pikërisht në këtë proces, bile do thoja për të shmangur dhe atë që ka thënë vetë zoti Ahmeti, pra për të shmangur ndarjen e Maqedonisë. Sepse shikon, në politikë fundit ka ca prioritete. Domethënë njeriu do të bëjë ca kompromise, politikani për sa prioritete, do të vëri sa prioritete përpara, se pastaj ndodhen elemente të cilët realisht të shtyjnë në krahet kundërt. Marrim këtu në Shqipëri. 2 vjet. Opozita zhvilloi një luftë politike e cila dëmtoi rënd një nga prioritetet kryesore më madhore të Shqipërisë, është integrimi evropian. Duke bërë një luftë politike revolucionare, duke bojkotuar, duke dalë nëpër rrugë, duke krijuar dhunë ndaj institucioneve, bllokoi integrimin. 2 vjet. Pra dëmtoi prioritetin kryesor të Shqipërisë. Dhe akoma ne nuk e kemi korrigjuar dot këtë gjë, sepse realisht 2 vjet të një lufte të tillë japin efekte më afatgjase 2 vjet pasaj ndaj partnerëve. Pra politikani duhet të di të vlerësoj i përgjegjshëm, duhet të di të vlerësoj të vëri prioritetet e mos dëmtoj prioritetet. E gjithë për kompromiset të ndryshme që unë duhet të bërë. Për hir të një prioriteti, duhet dish të bësh kompromise. Kur ky prioritet është prioriteti i madh dhe të çon në sukseset e fitore, të çon një element akoma më të rëndësishëm për të zgjidhur pastaj. Ndryshe ngel mbrapa. Okej. Sigurisht isha duke u menduar gjithë kësaj bisedimi në një vit vërtet interesant, 2012 është 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Kemi zgjedhjen në Greqi, folëm për Maqedoninë, kemi zgjedhjen në Serbi, kemi zgjedhjen e presidentit të Shqipëri, kemi sigurisht dhe një situatë në Kosovë, marrëveshje e nënshkruar dhe çfarë pritet të sjellë, ndërkohë që 2013 do të ketë në Kosovë zgjedhjet përgjithshme dhe zgjedhjet presidenciale. E thash gjithë të rezume, zoti Islami, se në këtë vit dhe viti tjetër priten, le të themi, lëvizje ndoshta të mëdha në rajon, në skenën politike? Dhe çfarë mund të sjellin këto? Duke u nisur nga fakti Greqia në një situatë vështirë ekonomike, por që është një vend i rëndësishëm i rajonit. Serbia, Kosova, teksa për Maqedoninë themi se e zauruan deri diku. Pra, është e natyrshme që përveç rastit Greqisë, me fjalë, të gjithë vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor janë në një proces dydimensional, proces tranzicioni demokratik dhe proces integrimi. Dhe procesi i tranzicionit demokratik dhe procesi i integrimit ende nuk janë të përfunduara, përsa duket do të përfundojnë së bashku, dhe unë shpresoj që në të gjitha këto vende prioritet do të jepet çështjes së integrimit. Pra, nuk do të ndryshohet prioriteti i një lufte të ashpër politike, e cila, duke vendosur në prioritet një, do të afektonte, pra do të prekte negativisht procesin e integrimit. Rasti, për mendimin tim, rasti më i komplikuar do të ishte ai i Serbisë, ku forcat nacionaliste, domethënë, janë në një balancë shumë të brisht me forcat demokratike, dhe gjë që i ka shtyrë dhe forcat demokratike të kenë një retorikë dhe një qëndrim jo totalisht pro-europian, prandaj dhe angazhimi i Bashkimit Evropian ka qenë maksimal për t'i dhënë disa incentiva politikës serbe në mënyrë që ta fusi situash në një proces integrimi në Bashkimin Evropian, sepse është e bindur që e futur pikërisht në këtë proces integrimi. Jo, më statusi para zgjedhjeve. Pra, domethënë e përdora fjalën incentiva nxitës, pra, domethënë gjatë gjithë kohës së procesit përgatitjes të Serbisë, qoftë në procesin e liberalizimit të vizave, qoftë në marrjen e statusit e kështu me radhë, kanë treguar një kujdes edhe të karakterit politik. Pra nuk e kanë bërë vetëm çështjen e integrimit, vetëm në aspektin teknik, pra të realizimit të disa kushtave apo kritereve që janë kriteret e Kopenhagenit, por e kanë parë çështjen dhe politikisht, sepse balanca atje është relativisht e brisht dhe çdo ndryshim i kësaj balance të brisht mundet të vononte procesin e
e demokratizimit dhe të integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, gjë që do kishte një impakt edhe mbi Kosovën dhe pastaj edhe mbi të gjithë rajonin. Pra ka një vëmendje dhe një kujdes të veçantë për sa i përket procesit, se është procesi më delikat. Vendi i dytë që ka probleme, po që është ndoshta jashtë këtij konteksti, domethënë, por që do të kishte impakt, është rasti i Bosnjës dhe Hercegovinës dhe ai shikohet me një kujdes të veçantë, dhe rasti i tretë delikat është rasti i Maqedonisë, për shkak kryesisht të çështjes së emrit që ka krijuar pikërisht këtë lloj tensionesh dhe kontraksionesh që shpeshherë shoqërohet dhe me incidente të ndryshme, por që vazhdojnë të mbeten sporadike dhe jo të tilla që do të afektonin, pa që do të prektin procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe kështu që në këtë kontekst unë besoj që zgjedhjet në këto vende nuk do të ndryshojnë këto prioritete, pra do të jetë një luftë politike brenda kontekstit të betejave politike që ndodh në të gjitha vendet demokratike, dhe le të shpresojmë që të jetë kështu, por nuk shikoj që këta do të prekin, si thua, atë derivën ose drejtimin kryesor, atë që është ajo e integrimit të këtyre vendeve në Bashkimin Evropian dhe në NATO, sepse po përdor dhe unë retorikën e Ali Ahmetit, nëse do ishte kështu, kjo do ishte shumë e rëndë për secilin nga këto vende dhe për të gjithë rajonin, pra nëse pikërisht çështja e luftës politike, e rotacioneve politike që mund ndodhte në secilin nga këto vende, do të afektonte pikërisht çështjen e integrimit. Për sa i përket Greqisë, çështja e Greqisë është një çështje që lidhet kryesisht me krizën ekonomike, që mund të ketë një impakt le të themi në rajon apo? Tani çështja e krizës ekonomike që ndodh në të gjithë Bashkimin Evropian, por jo vetëm, natyrisht që ka prekur në mënyrë të konsiderueshme Greqinë, por edhe shtetet të tjera, siç është rasti i Spanjës, rasti i Italisë, rasti i Portugalisë e kështu me radhë, qoftë rasti i Hungarisë, pra të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, natyrisht nuk mundet të mos prekë edhe Shqipërinë, megjithatë Shqipëria duhet të jemi realist. Për fatin e mirë nuk ka pasur recesion deri tani, domethënë nuk ka pasur, si thua, rritje negative. Dhe derisa nuk ka një rritje negative, përveç problemeve që janë të konsiderueshme dhe që lidhen dhe me krizën që është në gjithë rajonin e Bashkimit Evropian, unë shpresoj që të paktën zgjedhjet në Greqi nuk do të ndërthurin negativisht, le të themi, krizën politike, nëse quhemi krizë politike për shkak të zgjedhjeve të parakohshme me krizën ekonomike, por do ta ndihmojnë pikërisht për ta çuar më tej zgjidhjen e kësaj krize ekonomike, sepse kriza ekonomike, financiare apo ajo që po ndodh në Greqi lidhet edhe me çështjen e eurozonës. Pra është një fenomen që është në vëmendjen jo thjesht të qeverisë greke dhe të popullit grek, por është në vëmendjen e gjithë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, në mënyrë të veçantë atyre vendeve që janë lokomotivë e Bashkimit Evropian, siç është Gjermania, siç është Franca, aq më tepër që edhe këto vende janë në prag të zgjedhjeve. Në Francë janë zgjedhjet presidenciale, në Gjermani do jenë zgjedhjet elektorale, por unë nuk besoj që rotacionet apo rezultatet e zgjedhjeve në këto vende do të sjellin regres për sa i përket qoftë çështjes zgjidhjes krizës, qoftë çështjes së zgjerimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Jo vetëm po, do them të që në fatmirësisht të ditë e fundit sikur ka ca sinjale pozitive në këtë linjë. Në sinjali pozitiv i parë që unë duhet ta përmend është ajo që u tha në takimin Montit me Merkelin. Pikërisht që duket sigur kaloi periudha më e përvëluar, jo e nxehtë, do të më tepër, ndoshta më lart, po periudha e përvëluar e problemit. Domethënë, gjërat sikur po hyn në një linjë më stabël, pavarësisht nga kujdesi të paspërtardhmen për çdo hap, por ajo periudha më e përvëluar si duhet kaloi. Italia është në një moment tashmë shumë stabil, padyshim Italia është një vend i madh, vendi që ka prodhim gjigant, Italia është treta në Eurozonë. Absolutisht, por që periudha e përvëluar si duhet kaloi, ndryshimet bën efektin, por jo vetëm për Italinë, kaloi, po kalon në tërësi edhe për Eurozonën ajo periudha e përvëluar, duket. Patëm kështu ishte edhe biseda e Montit me Merkelin.
Italia ka shumë rëndësi për ne, absolutisht. Është partneri strategjik, Italia është për ne vendi kryesor i shkëmbimeve, është vendi donatori kryesor, absolutisht. Dhe një Itali fort, stabil, për ne është një lokomotive. Edhe në Greqi, do vi. Nga ana tjetër, edhe nga Greqia ka lajme pozitive realisht, po çikosh gjërat. Greqia më në fund jo kërduar 170 miliardë. Kaloi. Greqia realizoi paktin me debitorët. Dhe kjo është çka shumë e rëndësishme. Pra, duket sikur situata është më nën kontroll. Në Greqi shumë shpejt janë zgjedhjet e ardhshme politike që unë besoj se nuk do kenë problem, por si duket pak a shumë dhe konfiguracioni se si do jetë i fituesve në zgjedhjet e ardhshme do jetë, por nuk është ndryshon gjë. Domethënë, fatmirësisht dhe Greqia duket sikur do ketë një farë periudhe më të qetë tashmë. Dhe kjo është rëndësishme për ne. Ne kemi Greqinë, kemi shumë marrëdhënie, Greqia është një partner strategjik për ne dhe padyshim ne jemi shumë të interesuar për një Greqi sa më stabil, sa më aktive, sa më të konsoliduar realisht. Kështu që edhe në Greqi unë mendoj që nuk do ketë një periudhë shumë më të qetë se periudha e përveluar e ditanishme, sepse thash, paketa u mor, marrëveshja u arrit me debitorët. Pra jemi në një moment që gjërat japin një farë kohe për të menduar jo për një atë emergjencën imediate, por të menduar për një çik për 2 ditë ose për një javë më larg, se ishte një emergjencë. Ndali pak tek Kosova në këto pak minuta që kemi mbetur se është mjaft e rëndësishme. Kemi në 6 maj kemi zgjedhjet në Serbi, që janë bashkalisht zgjedhjet presidenciale, parlamentare dhe lokale, bën njerësh. Dilema është në Mitrovic. Do bëhen zgjedhjet pra apo jo? Ka nisur le të themi dilema e madhe, ka edhe deklaratë ndërkohë që edhe Ministeri i Jashtme ka dalë kundër. Unë nuk shoh ndonjë dilemë për fare, këtu nuk ka ndonjë dilemë. Kosova është shtet, Serbia është shtet. Zgjedhjet bëhen në shtetin serb. Zgjedhjet janë për shtetin serb. Çdo gjë që mund të bëhet jashtë shtetit serb është provokative, është e pavlefshme, është nul. Dhe nuk ka asnjë vlerë juridike. Pra, është një lojë politike që mund tentohet përdoret për efektet e zgjedhjeve të brendshme për të krijuar probleme jashtë kufive. Kufit janë ndarë tashmë. Dhe aq më shumë që edhe marrëveshja e fundit e arritur për pjesëmarrjen e Kosovës në aktivitetet e ndryshme ndërkombëtare fusnota e Brukselit e kanë konsoliduar tashmë. Ajo është një njohje de facto që Serbia i bën kufive dhe status ekstuese. Pra, çdo veprim që bëhet është thjesht deklamativ, thjesht politik dhe nuk ka asnjë bazë juridike. Zgjedhjet bëhen në Serbi, nuk bëhen në Kosovë. Dhe kjo është janë bërë edhe tjetër element provokativ. Dhe nuk kanë pas asnjë njohje de jure nga komuniteti ndërkombëtar apo nga ata që janë të drejtën për të çështje. Pra, nëse serbët do përdorin dhe këtë radhë elementin e zgjedhjeve në Kosovë në veriut për luftën e tyre politike të brendshme do gabojnë rënd. Në dorë ka uniku mbas. Do gabojnë rënd, unë thras si vizion të tyre politik të brendshëm të Serbisë, forca politike serbe, do gabojnë rënd sepse në këtë mënyrë dëmtojnë dhe vetë procesin e demokratizimit të vërtetë të Serbisë, që është i lidhur në procesin e integrimit të Serbisë. Në këtë mënyrë ata vazhdojnë të bartin mbi kulisin e tyre probleme që nuk kapset i bartin. Realisht, dëmtojnë dhe vetën e tyre rënd. Jo vetëm si imazh, por realisht dëmtojnë vetën e tyre. Pa ju nuk besoni se do të ndodhi kjo? Nëse do të tentojnë të provokojnë diçka të tillë, unë do them se është nul, është një lëvizje bosh, një lëvizje pa të ardhme, sepse tashmë gjërat janë të qarta. Kosova është shtet, Serbia është shtet. Fatmirësisht ka element pozitiv në bashkëpunimin midis tyre, në marrëveshjen midis tyre, dhe janë pozitive këto gjëra, hapa. Absolutisht janë pozitive. Dhe e vetmja rrugë është të shtyhet në këtë drejtim, të ecet në këtë drejtim, sepse kjo është interes të dy vendeve, është interes të rajonit. Ndërkohë zoti Islami dhe Hashim Thaçi, përsa i përket zgjedhjeve sot deklaroi se është një provokim në rast se do të mbahen zgjedhjet pra në Mitrovic. Ndërkohë që vetë serbët e pjesë Mitrovicës më herët bojkotuan zgjedhjet që organizoi qeveria e Kosovës pra në zgjedhjet e fundit parlamentare. Atje një situatë apo Mitrovica mbetet le të themi peng?
Çështja e pavarësimit të Kosovës është, për mendimin tim, është një proces i pakkthyeshëm. Dhe ky fakt është jo vetëm në vëmendjen e gjithë faktorit në Kosovë. Unë kam përshtypjen që dhe faktori Serbia ka parasysh këtë gjë, pavarësisht se në moment caktuara ku ka zgjedhje kërkon ta përdor për arsye elektorale. Dhe ky fakt po kështu është i qartë për faktorin rëndësishëm ndërkombëtar, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet kryesore të Bashkimit Evropian, por unë besoj dhe ato 5 vende që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, e kanë qartë që procesi i pavarësimit të Kosovës është një proces i pakkthyeshëm. Dhe bie dakord që edhe në qoftë se do të tentojë të zhvilloheshin zgjedhje në pjesën e Mitrovicës, pra në atë pjesë që është pjesë tani integrale e Kosovës, dhe nuk do kishin asnjë lloj efekti. Mundet ishte thjesht një retorikë dhe një loj politike me efekte elektorale, dhe këtë nuk e di se sa në çfarë mase do të ishte brenda zgjedhjeve të Serbisë. Kështu që nuk shikoj asnjë lloj rreziku. Zoti Thaçi me drejt e ka quajtur një provokim më tepër në aspektin që ky do të frenonte sadopak ato bisedime që po zhvillohen ndërmjet Serbisë dhe Kosovës për të zgjidhur të gjitha ato probleme që janë të karakterit teknik. Pavarësisht interpretimeve që janë bërë marrëveshjes së fundit dhe në mënyrë të veçantë, sidomos pjesës së fusnotës, pra të shënimit në fund të këtij materiali, ku në mënyrë shumë elegante dhe për vetë faktin që ajo është mbështetur dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët ishin nga mbështetësit kryesor dhe të vendimit gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, sepse aty fotografohet një situatë pikërisht ku gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka thënë që pavarësimi i Kosovës, pra kërkesa që bën serbët, nuk afektohet nga marrëveshja 2044. Fitoi më shumë Kosova në këtë marrëveshje? Absolutisht. Domethënë, ky është një fotografim i një procesi të pakkthyeshëm. Pra, aty vetëm fotografohet ajo që ka ndodhur, dhe ajo që ka ndodhur, sidomos me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, është që pavarësimi i Kosovës nuk mundet të pengohet absolutisht as nga një lloj marrëveshje, qoftë ajo e Këshillit të Sigurimit, që është marrëveshja 2044. Pra në këtë kuptim, unë do thoja që ky është thjesht një provokim, i vetmi efekt, po unë shpresoj që edhe ky mosket, duke shpresuar që forcat relativisht demokratike në Serbi do të fitonin zgjedhjet, të mos pengonin bisedimet midis Serbisë dhe Kosovës, sepse Kosovës i duhet ky proces, me fjalë, edhe për çështjen e liberalizimit vizave për kosovarët dhe për të futur Kosova në një proces të pavarësimit të plot, pra bërjes saj pjesë në institucionet ndërkombëtare dhe pastaj përfutje në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Pra, Kosova nuk ka asnjë lloj interesi për asnjë lloj frenimi dhe pengese që vjen për shkak të problemeve të brendshme, ndoj konsiderohet probleme të brendshme elektorale në rastin konkret në Serbi. Sepse dhe në Serbi, të paktën në dijenin time gjatë asaj kohe që kam pasur takime edhe me faktorë të rëndësishëm në Serbi, praktikisht Serbia, këta faktore kanë shumë të qartë që procesi i pavarësimit të Kosovës është një proces i pakkthyeshëm, por me sa duket për shkak të balancave të brishta politike dhe elektorale që kanë në Serbi, me sa duket edhe për ca kohë do të vazhdojnë ta luajnë këtë lloj karte, por pa pasur asnjë lloj impakti në frenimin e procesit pavarësimit, por mundet të ngadalsojnë procesin e bisedimeve midis dy vendeve. Okej, ka një pyetje tjetër për dy, pasi pothuajse në minutat e fundit. Ka një tezë, zoti Shehu, shkëmbimi i Mitrovicës në luginë e Preshevës. Shiko. Ndërkohë që pothuajse sondazhet pritet besoj të bëhet një referendum ku të gjithë, le të themi, shqiptarët e Preshevës janë gati të bashkohen me Kosovën. Unë mendoj se nuk është koha për të tillë referendume. Për shkëmbime. Për të tillë referendume, as në njërin anë, as në anën tjetër. Është koha për përpjekje të përbashkëta për sa më shumë të drejta brenda vendit, është koha për përpjekje të përbashkëta për të integruar në Bashkimin Evropian, për të hapur kufit, për të lëvizur lirshëm njëri me tjetrin, për shkëmbyer mallra njëri me tjetrin. Presheva mbetet pra aty ku është. Është momenti që të mendojmë në këtë mënyrë. Unë do të them të gjë, nëse ne do të hapim në Ballkan,
lojën e ndryshimit kufive nuk dihet ku arrim. Nuk dihet ku arrim përsëri. Ballkani jo shumë, po as 20 vite s'u bën që doli nga një kasapane e madhe e cila kishte për bazë këtë gjë. Pra nëse neve do të rifutemi në këtë çështje, nuk dihet çfarë rreziqe të mëdha do ketë për Ballkanin, se pastaj mund të kalojmë një proces zinxhir, dhe nuk dihet se sa 10 vjet mund të vonohet procesi i integrimit evropian të Ballkanit. Zgjidhja është thash, është e qartë për Ballkanin, është një zgjidhje e gatshme për Ballkanin. Një Ballkan demokratik, shtete demokratike të integruara midis tyre, të integruara në Bashkimin Evropian. Koncepti është i qartë. Ç'është kufiri? Kufiri është një koncept i cili gjithmonë më tepër po zhvlerësohet dhe do zhvlerësohet. Nuk është problemi të ndryshojmë kufirin, problemi të zhvlerësojmë kufirin. Pra, ta bëjmë kufirin një barierë që nuk ekziston më. Ashtu si është një i tillë sot midis Gjermanisë e Francës, si thash, në Alsasën dhe Lorenën, që janë vrarë miliona njerëz për ato vende, ashtu si është midis Italisë dhe Francës, ky është kufiri. Pra, koncepti i kufirit është koncept relativ, i ndryshueshëm në kohë, dhe Bashkimi Evropian tregoi qartësisht dhe thellësisht se kufiri mund të ndryshohet me metoda tjera pa ndryshuar atë. Është i kuptueshëm frustrimi që kanë shqiptarët në Preshev, dhe për shkak se ndoshta është pjesa e shqiptarëve që ndoshta nuk e ka perspektivën aq të qartë sa mund ta kenë shqiptarët në gjithë trojet e tjera, dhe që psikologjikisht vuan pikërisht qoftë nga e kaluara atë lloj, le ta themi, dikur represioni, tani presioni nga maggioranca serbe, por përgjigja racionale, jo vetëm për shqiptarët e Preshevës, por edhe për të gjithë Kosovën, përfshi edhe pjesën serbe të Mitrovicës, për shqiptarët e Maqedonisë, për shqiptarët e Malizisë dhe për shqiptarët e Shqipërisë, është që të gjithë këta faktorë në maggiorancë janë të përfshirë në një proces integrimi. Pra, janë futur në një projekt integrus. Dhe është vështirë që element të veçantë në këtë lloj projekti të kenë kërkesa që dalin jashtë parimeve dhe kritereve në të cilët janë përfshirë secili nga këto vende, sepse në momentin që do të zgjidhen në mënyrë të ndryshme një pjesë e vogël e objektiva që mund të kishte një grupim i caktuar, qoftë shqiptar, qoftë serb, qoftë maqedonas, apo qoftë malazes, me fjalë, kjo do të kishte impakt dhe është ndërlidhur me gjithë pjesët e tjera. Pra është ajo që tha edhe Tritani, nëse do tentohej qoftë dhe një pjesë e vogël e kufirit diku në gjithë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, kjo do të krijonte një efekt domino në të gjithë pjesët e tjera. Pse? Sepse të gjitha janë të ndërlidhura midis tyre, dhe ky do të ishte një proces që absolutisht as e mendon njeriu tani, dhe absolutisht asnjë edhe nga faktorët e rëndësishëm global nuk e di se si mundet të kontrollohej, dhe efektet e tij janë të pa imagjinueshme dhe do të kalon nëpërmjet një konflikti për cilin faktorët e rëndësishëm ndërkombëtar nuk janë të përgatitura për ta menaxhuar në këto momente. Dhe unë nuk besoj se ka ingredient, pra nuk ka element që mundet ta çoni në këtë drejtim këtë projekt të gjithë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Okej. Zoti Islami, faleminderit që pranuat ishit në studio. Zoti Shehu, faleminderit edhe ju. Ndërkohë, të nderuar televizionistë, ju falenderoj gjithë ju që na ndoqët, gjithë ju që keni dërguar mesazhe pafund, sidomos nga Maqedonia. Ndërkohë, ndjekim edhe një intervistë, shkurtimisht ka reaguar për sa i përket të zgjedhjeve të mundshme pra të serbe në Mitrovic dhe ministri i jashtëm zoti Axhinasto. Këtë emision e ndiqni edhe nesër të ritransmetuar në Channel One në mesditë dhe më pas në internet e keni të plot në faqen tonë të internetit në oraviznews.com. Miru takofshim javën e ardhshme. Dhe duke ngelur në rajon në Kosovë, në fillim të muajit maj do mbahen zgjedhjet serbe.
në shtetin e Kosovës. Çfarë do të presim në fakt nga këto zgjedhje? Çfarë do të ndryshojë diçka në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë? Mendoj se është një veprim, do të thoja, as pak i mirëpritur, pasi do të thoja se marrëveshja e fundit midis Kosovës dhe Serbisë ishte një moment që dha shenja se ka një reflektim pozitiv nga udhëheqësit në Beograd, serb në Beograd, për sa i takon njohjes realitetit në Kosovë dhe organizimi i zgjedhjeve të tilla më duket sikur shënon hapa prapa në drejtim të përqafimit të kësaj fryme të realizmit dhe frymës europiane të integrimit të shteteve të rajonit, të Serbisë dhe të Kosovës, pra të një procesi ku është gjykuar dhe pritet që shumë nga problematikat që ekzistojnë midis dy vendeve të zgjidhen. Prandaj, në vlerësimin tim, këto zgjedhje nuk janë as pak të mirëpritura dhe nuk shikoj asnjë arsye që këto të zhvillohen apo të kenë impakt në politikën serbe. Janë krejtësisht të panevojshme, janë, do të thoja, një ushtrim për përfituar politikisht nga ato që janë prapa organizimit të tyre.